Për vite me radhë, një biznesmen jetoi i rrethuar nga luksi dhe vendime të llogaritura, pa parë gjurmët e padukshme që linte pas. Zbulimi i papritur për punonjësen e tij, një heroin e heshtur, rrëzoi gjithçka që ai besonte për pushtetin, dëmshurinë dhe përgjegjësinë. Përballë së vërtetës, ai vendosi të rindërtojë jo vetëm qytetin që kishte ndihmuar të plagosej, por edhe veten, këtë herë me sy të hapur dhe zemër të zgjuar. Heshtja e apartamentit në katin e fundit të ndërtesës më të lartë në rrugën e Kullave thyej vetëm nga zhurma pothuajse e padëgjueshme e kondicionerit dhe nga zhurma e largët e trafikut që ngjitej përmes xhamave të blinduar. Ardian Krasniqi shikonte nga dritarja panoramike, duke vëzhguar Tiranën që shtrihej pafundësisht para tij si një hartë e pushtimeve personale. Aty, në katin e 72, ai komandonte një perandori imobiliare që kishte transformuar peizazhin urban të qytetit në 2 dekadat e fundit. Në moshën 53 vjeç, Ardiani kishte ndërtuar me përpikëri gjithçka që kishte ëndërruar gjithmonë. Çdo ndërtesë, çdo kompleks biznesi, çdo projekt rezidencial mbante firmën e tij. Krasniqi Partnerët nuk ishte thjesht një firmë ndërtimi, ishte një markë e transformimit urban. Ai njite çdo metër katror me vlerë imobiliare në kryeqytetin shqiptar, çdo tendencë tregu, çdo mundësi investimi para se ajo të bëhej e qartë për konkurrentët. Rutina e tij ishte e saktë si një orë zvicerane. Në 5:30 të mëngjesit, Zilja binte në apartamentin e tij në blok. Ushtrime në palestrën private të vetë ndërtesës. Dush, mëngjes i përgatitur nga zonja Mimoza dhe nisja për në zyrë në orën 7 fiks. Gjatë rrugës 15 minutëshe, ai rishikonte raportet financiare në tablet, planifikonte mbledhje dhe merrte vendime që lëviznin miliona lekë. Ardiani kishte mësuar herët se suksesi kërkonte gjaktotësi. Në moshën 12 vjeç, kur nëna e tij vdiq në një aksident automobilistik në autostradën Tiranë-Durrës, ai zbuloi se lotët nuk i kthenin njerëzit pas. Baba i tij, Agim Krasniqi, e përballoi Zin në mënyrën e vetme që dinte, duke u zhytur edhe më thellë në bizneset e familjes. Firma e ndërtimit e themeluar nga gjyshi i Ardianit u bë stre dhe obsesion për të dy, baba e bir. Ishte në këtë kohë që zonja Mimoza hyri në jetën e tyre. Mimoza Hoxha ishte 24 vjeç kur u punësua për të kujdesur për shtëpinë dhe për të ndihmuar me Ardianin. Ajo vinte nga rrethinat e Korçës, ishte e matur, efikase dhe dukej se kuptonte instinktivisht se ajo familje kishte nevojë më shumë për stabilitet se sa për biseda. Për 34 vjet, ajo ishte e pranishme çdo mëngjes duke përgatitur kafen ashtu siç i pëlqente Ardianit, duke mbajtur shtëpinë të patëmet, duke u kujdesur për detajet që e lejonin atë të përqendrohej ekskluzivisht në biznes. Mimoza ishte pjesë e peizazhit, si llambadari i kristalt në dhomën e ngrënjes apo piktura abstrakte në murin e zyrës. Ardiani e dinte se ajo ishte aty, varej prej saj që të ishte aty, por rrallëherë ndalonte për ta parë vërtet. Ajo ishte efikasitet i heshtur, përkushtim i padukshëm, prani e vazhdueshme dhe diskrete. Kur ai kthehej në shtëpi, darka ishte në tryezë. Kur nisej në mëngjes, rrobat ishin të hekurosura dhe të vendosura mënjan. Ajo parashikonte nevojat pa ju kërkuar dhe zgjidhte problemet para se ai të kuptonte se ekzistonin. Megjithatë, muajt e fundit, Ardiani kishte vënë re diçka ndryshe. Mimoza dukej më e heshtur se zakonisht, nëse kjo ishte e mundur. Ajo kishte qenë gjithmonë një grua me pak fjalë, por tani kishte një cilësi pothuajse fantazmatike në praninë e saj. Ajo arrinte herët, largohej vonë, por Ardiani vinte re se po humbiste peshë. Rrobat e saj dukeshin më të gjera dhe kishte një zbeje në fytyrën e saj që ai nuk mund ta injoronte plotësisht. Edhe më e çuditshme ishin çantat. Ardiani filloi të vinte re se Mimoza dilte shpesh nga shtëpia duke mbajtur çanta të rënda që nuk i sillte kur kthehej. Fillimisht, ai mendoi se ishin blerje personale ose ndoshta dhurata për familjarët në fshat. Por frekuenca ishte e çuditshme. 2, ndonjëherë 3 herë në javë, ajo dilte me këto çanta voluminoze, gjithmonë në fund të pasdites, gjithmonë vetëm. Dyshimi filloi si një thumbim i bezdishëm në mendjen analitike të Ardianit. Ai ishte një njeri i mësuar të kontrollonte variablat, të kuptonte modelet, të identifikonte rreziqet. Dhe ai model nuk kishte kuptim. Mimoza kishte akses në të gjithë shtëpinë, njihte rutinën e familjes, dinte kur ruheshin objektet me vlerë. Ajo mund të ishte duke marrë çdo gjë. Ardiani u përpoq t'i largonte këto mendime. Mimoza ishte me familjen për më shumë se 3 dekada.
Ajo ishte kujdesur për të kur ishte adoleshent, kishte qenë e pranishme në diploma, arritje profesionale, momente të rëndësishme të jetës së tij. Por mendja e biznesmenit nuk mund të fikej plotësisht. Modelet e çuditshme duheshin hetuar. Rreziqet duheshin vlerësuar. Për 2 javë, ai e vëzhgoi në mënyrë diskrete. Mimoza mbante të njëjtën rutinë të dukshme, por daljet me çanta vazhdonin. Ardiani madje kontrolloi disa objekte të shtëpisë, numëroi takmet e argjenta, kontrolloi bishuteritë që i përdorte rrallë. Asgjë nuk dukej se mungonte, por shqetësimi vazhdonte. Situata arriti në pikën e thyrjes një të enjte me shi të majit. Tirana po goditej nga një stuj tipike vjeshte, me era të forta dhe shi që i kthente rrugët në lumenj të përkohshëm. Ardiani ishte kthyer më herët nga zyra për shkak të motit dhe ishte në zyrën e shtëpisë duke ju përgjigjur emaileve kur dëgjoi derën e kuzhinës të mbyllej. Nga dritarja, ai pa Mimozën duke dalë për në garazh, duke mbajtur 2 çanta dukshëm të rënda. Ajo ishte pa çadër, e veshur vetëm me një pallto të hollë dhe ecte me vështirësi nën shiun e rrëmbyeshëm. Diçka në atë skenë e bezdisi thellësisht. Nuk ishte vetëm çështja e çantave. Ishte vendosmëria me të cilën ajo lëvizte, sikur asnjë stuj të mos e ndalonte dot nga përmbushja e ndonjë misioni personal. Ardiani mori një vendim impulsiv. Mori çelsat e makinës dhe vendosi ta ndiqte. Mimoza ngiste një fiesta të bardhë gati 10 vjeçare, që Ardiani ja kishte dhënë si shpërblim për Krishtlindje vite më parë. Në shiun e dendur, Ardiani mbajti distancë, duke ndjekur dritat e pasme të makinës së saj nëpër rrugët e përmbytura të qytetit. Ata dolën nga zona e pasur e bllokut, kaluan nëpër qendër dhe vazhduan në drejtim të periferisë. Udhëtimi zgjati gati 1 orë. Mimoza ngiste ngadalë, me kujdes, duke ndaluar në semafor edhe kur nuk kishte trafik, duke respektuar çdo kufi shpejtësie. Ardiani filloi të ndiej qesharak. Ja ku ishte ai, një biznesmen i suksesshëm 53 vjeçar, duke ndjekur fshehurazi gruan që ishte kujdesur për të qenë nga adoleshenca, sikur të ishte një detektiv privat i lirë. Por kur Mimoza më në fund ndaloi, kurioziteti i Ardianit u shndërrua në diçka shumë më komplekse. Ajo kishte parkuar përballë një kishe të vogël dhe me sa duket të braktisur në periferinë e Laprakës. Ndërtesa ishte e thjeshtë, me mure të zhveshura dhe një kambanore të vogël që dukej se kishte parë ditë më të mira. Nuk kishte shenja aktiviteti fetar, asnjë tabelë që tregonte oraret e meshave apo ngjarjeve. Vendi dukej i shkret, i harruar nga koha dhe nga prosperiteti që Ardiani njihte. Mimoza zbriti nga makina, mori 2 çantat nga sedilja e pasme dhe eci drejt një hyrje anësore të kishës. Ajo kishte një çelës. Hapi derën dhe u zhduk brenda ndërtesës. Ardiani parkoi në një distancë të sigurt dhe priti. Shiu vazhdonte të binte, duke krijuar pellgje që reflektonin dritën e dobët të shtyllave të rrugës. Ai nuk e dinte se çfarë priste të zbulonte, por e dinte se kishte arritur në pikën pa kthim. Duhej të kuptonte se çfarë po bënte Mimoza. Pas 20 minutash, ai vendosi të afrohej. Eci me kujdes drejt kishës, duke kërkuar dritare nga ku mund të vëzhgonte brendësinë pa u parë. Shiu i ftohtë i lagu kostumin e tij të markës, ndërsa ai rrethonte ndërtesën, duke u ndier gjithnjë e më i huaj në atë mjedis. Atëherë dëgjoi zërat. Nuk ishin këngë fetare apo lutje formale. Ishin biseda. Të qeshura të ulta. Tingulli i njerëzve që ndanin një moment ngrohtësie njerëzore. Ardiani gjeti një dritare anësore gjysmë të mbuluar me një plastik të grisur dhe arriti të përgjonte përmes një të çare. Ajo që pa e la plotësisht të habitur. Brendësia e kishës ishte shndërruar në një strehë të improvizuar. Nuk kishte stola apo altar. Në vend të tyre, kishte dyshek në dysheme, batanie të shpërndara dhe rreth 20 persona të ulur në rreth. Mimoza ishte në qendër, duke shërbyer supë të nxehtë nga një tenxhere e madhe. Ajo e njihte çdo person me emër. Ardiani dëgjoi fragmente bisedash, pa buzëqeshje të sinqerta, vuri re një atmosferë familjeje të improvizuar. Ata njerëz ishin dukshëm njerëz në situatë rruge. Burra dhe gra të moshave të ndryshme, disa të rinj, të tjerë qartësisht të moshuar, të gjithë qartësisht të marginalizuar nga shoqëria që Ardiani njihte. Por aty, në atë moment, ata nuk dukeshin të marginalizuar. Ata dukeshin si njerëz. Njerëz me emra, histori, dinitet. Mimoza nuk po shërbente vetëm ushqim.
Ajo po bisedonte, po dëgjonte, po qeshte bashkë me ta. Ardiani pa një burr të moshuar t'i tregonte foto të zverdura, pa një grua të re me një fëmijë të vogël të merrte jo vetëm supë, por edhe vëmendje të dashur për foshnjën. Mimoza kishte sjell ilaçe bazë, produkte higjienike, rroba të pastra. Ishte një botë e vogël humanizmi që funksiononte në heshtje në zemrën e braktisur të qytetit. Ardiani u tërhoq nga dritarja, duke ndjerë diçka të çuditshme të formohej në gjoksin e tij. Një përzierje konfuzioni, befasie dhe diçka që nuk mund ta emërtonte menjëherë. Ai e kishte ndjekur Mimozën duke dyshuar për vjedhje dhe zbuloi një akt dëmshurie që funksiononte prej kush e di sa kohësh pa pasur ai asnjë dieni. Shiu vazhdonte të binte ndërsa ai kthehej në makinë, por Ardiani mezi e ndjente. Mendja e tij po përpunonte një realitet krejtësisht të ri. Mimoza, gruaja e heshtur që i përgatiste kafen çdo mëngjes, po drejtonte një operacion kujdesi njerëzor me burimet e saj, kohën personale, energjinë fizike që ajo qartësisht mezi mund ta kursente. Dhe ajo kur nuk kishte përmendur asnjë fjalë për këtë. Ardiani qëndroi ulur në makinë për gati një orë, duke vëzhguar shiun që rëshiste nëpër xhamin e përparm, duke u përpjekur të organizonte mendimet. Kur Mimoza më në fund doli nga kisha, tani duke mbajtur çantat bosh, ai e ndoqi përsëri deri në shtëpi, duke mbajtur distancën. Të nesërmen në mëngjes, Ardiani u zgjua me një ndjenjë krejtësisht të ndryshme. Mëngjesi ishte në tryez si gjithmonë, i përgatitur saktësisht ashtu siç i pëlqente atij. Mimoza e përshëndeti me të njëjtën mirëmëngjes, zoti Ardian si gjithmonë, por këtë herë ai e shikoi vërtet. Pa lodhjen në sytë e saj, zbejen që kishte vënë re më parë, mënyrën se si ajo lëvizte pak më ngadalë. Pa një grua që po ezauronte veten në heshtje ndërsa kujdesej për shtëpinë e tij dhe për njerëz që as nuk i njihte. Dhe për herë të parë në dekada, Ardian Krasniqi u ndjej i vogël në suksesin e tij. Gjatë ditëve në vijim, ai nuk mundi të ndalonte së menduari për atë që kishte parë. Mbledhjet në zyrë, raportet financiare, projektet e zgjerimit, gjithçka dukej se kishte humbur pak nga urgjenca e zakonshme. Mendja e tij kthehej vazhdimisht te ajo kishë, te ata njerëz, te ajo versioni Mimozës që ai kur nuk e kishte njohur. Ardiani filloi ta vëzhgonte Mimozën në një mënyrë krejtësisht të re. Vuri re se si ajo kur nuk shpërdoronte ushqim, si gjithmonë ndante porcione shtesë kur gatuante, si kontrollonte disa herë nëse kishte mbetje të përdorshme. Vuri re se ajo kur nuk kërkonte rritje rroge, kur nuk ankohej për oraret, kur nuk kërkonte përfitime shtesë. Dhe vuri re, për herë të parë vërtet, se ajo po bëhej dukshëm më e brish. Ishte një të premte që Ardiani vendosi se duhej të fliste me të. Arriti në shtëpi më herët, gjeti Mimozën duke mbaruar pastrimin e kuzhinës pasi i kishte përgatitur darkën. Ajo po bëhej gati të dilte, ndoshta për një tjetër nga misionet e saj të heshtura. Ardiani mori frym thellë, duke mbledhur guximin për një bisedë që e dinte se do të ndryshonte gjithçka mes tyre. Mimoza, kam nevojë të flas me ju. Mimoza ndaloi së palosuri pecetën e enëve dhe u kthye ngadalë nga Ardiani. Kishte diçka në sytë e saj që ai kur nuk e kishte vënë re më parë, një qetësi që vinte nga dikush që mbante histori të rënda pa u ankuar. Ajo thau duart në përparsen e qëndisur që e përdorte prej vitesh dhe priti, siç bënte gjithmonë kur ai kishte nevojë të thoshte diçka të rëndësishme për shtëpinë apo për oraret. Zoti Ardian, ka ndodhur gjë? Pyeti ajo me zërin e qetë të dikujt që ishte mësuar të zgjidhte problemet para se ato të bëheshin kriza. Ardiani ndjeu peshën e gënjeshtrës që kishte ndërtuar ditët e fundit, duke pretenduar se nuk dinte asgjë ndërsa vëzhgonte Mimozën të dilte me çanta, duke pretenduar normalitet gjatë mëngjeseve, duke pretenduar se jeta e tij nuk ishte kthyer përmbys nga një zbulim që nuk arrinte ta përpunonte plotësisht. Ai eci drejt tryezës së kuzhinës dhe u ul, diçka që e bënte rrallë në atë mjedis që gjithmonë e kishte konsideruar territor ekskluziv të Mimozës. Mimoza, unë e di ku shkoni me ato çanta, tha Ardiani drejt për drejt, pa dredha, sepse kishte mësuar në biznes se sinqeriteti i drejt për drejt, sado i pakëndshëm të ishte gjithmonë rruga më efikase për të zgjidhur situata komplekse. Heshtja që pasoi ishte e ndryshme nga të gjitha heshtjet që kishin ndarë ndonjëherë. Mimoza nuk tregoi befasi, nuk mohoi, nuk pyeti se si e kishte zbuluar. Ajo thjesht uli syt për një moment, pastaj e pa përsëri me një shprehje që përziente dorëheqjen dhe diçka të ngjashme me lehtësimin. Po mendoja se kur do ta zbulonit, tha Mimoza, duke hequr përparsen dhe duke e varur në grepin pranë frigoriferit.
Gjatë gjithë këtyre viteve, gjithmonë e kam ditur se herët avon do të donit të kuptonit se ku e çoj ushimin. Thjeshtësia e përgjigjes e çarmatosi Ardianin plotësisht. Ai kishte përgatitur argumente, kishte elaboruar pyetje strategjike, kishte parashikuar mohime dhe justifikime. Por Mimoza e kishte kthyer gjithë planifikimin e tij në diçka të panevojshme me një frazë të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë. Pse nuk ma the kur, pyeti Ardiani, dhe për herë të parë në dekada zëri i tij mbante diçka përtej autoritetit apo efikasitetit të biznesit. Kishte kuriozitet të vërtetë, ndoshta edhe lëndim. Mimoza tërhoqi një karrige dhe ul në tryez, një gjest që ishte gjithashtu i paprecedent mes tyre. Për 34 vjet, ajo gjithmonë kishte qëndruar në këmbë kur bisedonin, gjithmonë kishte mbajtur distancën profesionale që ndante punëdhënësin dhe punonjësen. Por tani kishte diçka ndryshe në ajër, një thyrje protokolli që të dy e ndjenin se ishte e nevojshme. Zoti Ardian, kam menduar t'ju tregoj disa herë. Sidomos në vitet e para, kur ende besoja se mund të ishit i interesuar të ndihmonit, foli Mimoza, duke e parë drejt në sy. Por me kalimin e kohës, kuptova se do të ishte më mirë ta mbaja të ndarë. Ju keni jetën tuaj, bizneset tuaja, shqetësimet tuaja. Dhe ata njerëz kanë nevoja që nuk përputhen me zgjidhjet e zyrës. Ardiani ndjeu diçka të çuditshme në ato fjalë, një kritik delikate që nuk arrinte ta hidhte poshtë sepse nuk arrinte ta kuptonte plotësisht. Pse nuk përputhen, pyeti ai. Sepse ju i shihni problemet si projekte, zoti Ardian. Dhe njerëzit nuk janë projekte, u përgjigj Mimoza me një durim që tingëllonte pothuajse amënor. Ata njerëz që unë ndihmoj nuk kanë nevojë për plane biznesi apo raporte fizibiliteti. Ata kanë nevojë për supë të nxehtë, për dikë që u di emrat, për një vend ku mund të trajtohen si njerëz. Jo si raste bamirësie apo mundësi marketingu social. Sinqeriteti i fjalëve të Mimozës e goditi Ardianin si një grusht në stomak. Ai e njihte vërtetësinë e vëzhgimit, por i dhimbte të pranonte se punonisja e tij i kishte hartuar kufizimet e tij emocionale me kaq saktësi. Prej sa kohësh e bëni këtë, pyeti Ardiani, duke u përpjekur ta ridrejtonte bisedën në teren më faktik. 4 vjet, u përgjigj Mimoza. Fillova kur gjeta zonjën Lirie duke fjetur në derën e furrës ku blej bukën për shtëpinë. Ajo ishte dëbuar nga apartamenti ku jetoi për 15 vjet sepse nuk arrinte më të paguante qiran pasi pallati u shit dhe vlerat u rritën. Ajo ma tregoi gjithë historinë, zoti Ardian. Se si një jetë e tërë pune mund të shembet brenda pak muajsh për shkak të vendimeve që njerëz si ju i marrin në mbledhje 15 minutëshe. Ardiani ndjeu një siklet në rritje. Lidhja që Mimoza po vendoste midis punës së tij dhe situatës së atyre njerëzve ishte diçka që ai kur nuk e kishte konsideruar. Në mendjen e tij, zhvillimi imobiliar ishte progres, krijimi vendeve të punës, modernizim i qytetit. Mundësia që vendimet e tij të biznesit të kishin pasoja njerëzore të drejtpërdrejta ishte një variabël që ai kishte mësuar ta ignoronte. Nuk e kuptoj se cili është problemi në rritjen e qirave sipas tregut, tha Ardiani, duke u përpjekur të rifitonte terrenin e njohur të logjikës së biznesit. Kështu funksionon tregu, Mimoza. Është ekonomi bazë. Mimoza e shikoi me një shprehje që ai nuk arriti ta interpretonte plotësisht. Kishte trishtim aty, por edhe diçka të ngjashme me zhgënjimin. E di që është ekonomi bazë, zoti Ardian, tha Mimoza qetësisht. Por zonja Lirie nuk është ekonomi bazë. Ajo është një zonjë 72 vjeçare që rriti 3 fëmijë vetëm duke punuar si rrobaqepse. Ajo nuk kupton nga tregu imobiliar. Ajo kupton vetëm se pasi pagoi qiran në të njëjtin vend për 15 vjet, papritur nuk kishte më shtëpi. A keni ndaluar ndonjëherë të mendoni se sa njerëz si zonja Lirie ka përreth? Ardiani nuk kishte ndaluar të mendonte. Kjo ishte e vërteta e pakëndshme që ai nuk donte ta pranonte. Gjatë 2 dekadave të karrierës së biznesit, ai kishte zhvilluar një aftësi të sofistikuar për t'i kthyer njerëzit në numra, nevojat njerëzore në të dhëna statistikore, dramat familjare në variabla tregu. Jeni e sigurt se unë nuk do të isha i interesuar të ndihmoja, pyeti Ardiani, duke u përpjekur të tingëllonte më i hapur se sa ndjej në të vërtetë. Mimoza pshertiu thellë, si dikush që ishte gati të thoshte të vërteta që i kishte ruajtur për një kohë të gjatë. Zoti Ardian, ju jeni një person i mirë. E di këtë sepse jam kujdesur për ju që kur ishit adoleshent.
Ju kam parë të qani kur vdiq babai juaj, ju kam parë të shqetësoheni për punonisit gjatë krizave ekonomike, ju kam parë të dhuroni para për institucione bamirësie. Mimoza bëri një pauzë, duke zgjedhur me kujdes fjalët e ardhshme. Por ju jeni gjithashtu një njeri i mësuar të kontrolloni situatat. Dhe ajo që unë bëj në kish nuk mund të kontrollohet. Nuk mund të optimizohet, riorganizohet, apo të shndërrohet në një program social me objektiva dhe tregues performance. Ardiani u ndjej ekspozuar në një mënyrë që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Mimoza kishte hartuar jo vetëm modelet e tij të sjelljes, por edhe kufizimet e tij emocionale me një saktësi që ai e konsideronte pothuajse invazive. Doni të dini pse nuk kërkova kur ndihmë, vazhdoi Mimoza. Sepse kisha frikë se do t'i kthejnit ata njerëz në projekte shpëtimi. Se do të donit të ndërtonit një strehë të re, të organizonit fushata donacionesh, të krijonit programe ndihme me emrin e kompanisë. Dhe ata njerëz nuk kanë nevojë të shpëtohen, zoti Ardian. Ata kanë nevojë të shihen, të dëgjohen, të trajtohen me dinjitet. Diferencimi që Mimoza po bënte midis të ndihmuarit dhe të shpëtuarit ishte diçka krejtësisht e re për Ardianin. Në përvojën e tij të biznesit, problemet ekzistonin për t'u zgjidhur, situatat e vështira ekzistonin për t'u zgjidhur përmes planifikimit strategjik dhe investimit të duhur. Ideja se disa nevoja njerëzore ishin thelbësisht të ndryshme nga sfidat e biznesit ishte diçka që ai kurrë nuk e kishte konsideruar. Mimoza do të doja t'i njihja ata njerëz, tha Ardiani, duke befasuar veten me sinqeritetin e kërkesës. Do të doja të kuptoja më mirë se çfarë bëni atje. Mimoza e studioi për një moment të gjatë, duke vlerësuar seriozitetin e propozimit. Jeni i sigurt? Sepse sapo t'i njihni ata njerëz vërtet, nuk do të mund t'i shihni më si numra në raportet e impaktit social. Dhe kjo mund të jetë më e vështirë për t'u përballuar se sa e imagjinoni. Ardiani tundi kokën në shenjë pohimi, megjithse nuk ishte i sigurt nëse ishte i përgatitur për implikimet e asaj që po propozonte. Atëherë nesër, nëse doni, mund të vini me mua, tha Mimoza. Por kam një kusht. Do të vini si Ardian, jo si zoti Ardian, biznesmeni i suksesshëm. Do të dëgjoni më shumë se sa do të flisni, do të shërbeni ushqim në vend që të shpërndani karta vizite, dhe do të kuptoni se ajo nuk është një mundësi biznesi. Ardiani pranoi, megjithse një pjesë e mendjes së tij tashmë po formulonte mundësi se si ta kthente atë përvojë në diçka produktive për kompaninë. Të nesërmen, Ardiani udhëtoi me makinë deri te kisha duke ndjekur udhëzimet e Mimozës. Ai kishte zgjedhur rroba më të thjeshta, por prapse prap ndihej plotësisht i huaj kur parkoi në rrugën e ndriçuar dobët të periferisë. Mimoza ishte tashmë atje, duke shkarkuar tenxhere dhe thas me perime nga fiesta e saj. Ardiani ndihmoi të mbante gjërat brenda kishës, duke vënë re për herë të parë detajet e vendit që e kishte vëzhguar vetëm sipërfaqësisht natën me shi të zbulimit. Ndërtesa ishte në kushte të këqija, por kishte shenja të qarta kujdesi dhe organizimi. Dikush e kishte fshirë dyshemen, kishte organizuar mobiljet e pakta të disponueshme, kishte krijuar një mjedis që, pavarësisht thjeshtësisë, përcillte ngrohtësi njerëzore. Njerëzit filluan të arrinin rreth orës 6 të pasdites. Burra dhe gra të gjitha moshave, disa qartësisht prej kohësh në situatë rruge, të tjerë që dukeshin si punëtor të papunë ose familje të zhvendosura përkohësisht. Mimoza e përshëndeste secilin me emër, pyeste për probleme specifike, tregonte njohuri të detajuar për jetët dhe rrethanat e çdo personi. Ardiani u prezantua thjesht si Ardian, një mik që po ndihmonte atë natë. Mimoza nuk përmendi mbiemrin e tij, kompaninë e tij, apo ndonjë detaj për situatën e tij financiare. Për ata njerëz, ai ishte thjesht një vullnetar tjetër. Gjatë 2 orëve në vijim, Ardiani shërbeu supë, shpërndau bukë, dëgjoi histori që kurrë nuk i kishte imagjinuar. Njohu zotin Anton, 68 vjeç, i cili kishte humbur punën si sanitar pas një riorganizimi të kompanisë dhe kurrë nuk kishte arritur të gjente punë formale për shkak të moshës. Njohu Anisën, 23 vjeç, një nën beqare që ishte dëbuar nga një ndërtesë e zënë në qendër dhe tani jetonte me djalin e saj të vogël në një strehë të përkohshme të mbipopulluar. Por ishte historia e zotit Bujar që e preku vërtet Ardianin. Bujar Shehu ishte 70 vjeç dhe kishte jetuar për 4 dekada në të njëjtin apartament në zonën e Pazarit të Ri. Kur pallati u shit tek një kompani ndërtimi, qiraja u rrit me 400% brenda një muaji. Bujari, i cili merrte një pension prej një rroge minimale, u detyrua të largohej.
U përpoq të gjente diçka të ngjashme në zonë, por i gjithë lagja kishte kaluar në për të njëjtin proces spekulimi imobiliar. Zoti Bujar e tregoi historinë e tij pa mullef, por me një trishtim të thellë që Ardiani e ndjeu fizikisht. Ai foli se si kishte rritur 3 fëmijë në atë apartament, se si i njihte të gjithë fqinjet, se si kishte një rutinë 40 vjeçare që përfshinte furrën e bukës në qoshe, berberin në rrugën sipër, farmacistin ku blinte ilaçet për tensionin e lartë prej 2 dekadash. Ju duhet ta kuptoni, zoti Ardian. Unë nuk humba vetëm shtëpinë. Unë humba gjithë jetën time, tha Bujari, duke përzier ngadalë supën në pjath. 40 vjet fqinjësi, misi, njohje të çdo peme në rrugë. Tani unë jetoj në një strehë 2 orë me autobus larg gjithçkaje që njihja. Është sikur të kisha vdekur dhe të kisha rilindur në një vend tjetër. Ardiani i dëgjoi ato fjalë duke ndjer diçka të thyej brenda tij. Saktësia teknike me të cilën Bujari përshkruante atë që kishte humbur ishte më shkatëruese se çdo akuzë e drejtë për drejtë. Ardiani e njihte modelin e përshkruar nga Bujari. Ai vetë kishte marrë pjesë në 10 operacione të ngjashme, rritje strategjike të qiras për të optimizuar kthimin financiar të pronave në lagje në proces vlerësimi. Kur nata mbaroi dhe Ardiani ndihmoi Mimozën të pastronte gjithçka, ai ishte në heshtje të plotë. Mimoza e kuptoi gjendjen e tij shpirtërore, por nuk bëri komente. Vetëm i tha se ja kishte dalë mirë për herë të parë, se njerëzit e kishin pëlqyer. Mimoza, mund t'ju shoqëroj deri në shtëpinë tuaj? Pyeti Ardiani kur mbyllën kishën. Gjatë rrugës për në apartamentin e vogël të Mimozës në zonën jugore të qytetit, ata folën pak. Ardiani po përpunonte gjithçka që kishte përjetuar, duke u përpjekur të organizonte mendime që refuzonin të rreshtoheshin në kategori të njohura. Kur arritën në pallatin e thjeshtë ku Mimoza jetonte prej më shumë se 15 vjetësh, ajo e ftoi për një kafe. Ardiani pranoi, kurioz të njihte hapësirën personale të gruas që kujdesej për shtëpinë e tij, por për jetën private të së cilës dinte pothuajse asgjë. Apartamenti i Mimozës ishte i vogël, por i organizuar me të njëjtin kujdes që ajo i kushtonte shtëpisë së Ardianit. Mobilje të thjeshta, por të mirë mbajtura. Fotografi familjare në mure. Bim të shëndetshme në balkonin e vogël. Ishte një shtëpi e vërtet, kuptoi Ardiani, diçka që apartamenti i tij luksos kur nuk kishte arritur të ishte. Atëherë Ardiani vuri re medaljen. Ajo ishte në një kornizë të thjeshtë në murin e dhomës së ndenjes, së bashku me një fotografi zyrtare dhe një dokument me vull ushtarake. Ardiani u afrua për të lexuar dhe ajo që zbuloi e la plotësisht të habitur. Mimoza Hoxha. Medalje për trimëri në luftim. Shpëtimi i 17 civilëve gjatë operacionit paqëruajtës në Haiti. Ardiani lexoi me zë të lartë, pastaj u kthye nga Mimoza, e cila po përgatiste kafe në kuzhinë. Mimoza, ju keni qenë ushtarake? Mimoza ndaloi atë që po bënte dhe erdhi në dhomën e ndenjes. Ajo e shikoi medaljen sikur ta shihte për herë të parë pas vitesh. Për 12 vjet u përgjigj Mimoza thjesht. Hyra në moshën 18, dola në 30. Shërbeva në 3 misione ndërkombëtare paqëruajtëse. Haiti, Timori Lindor dhe Bregu i Fildisht. Medalja është nga Haiti. Pati një tërmet gjatë qëndrimit ton atje. Arrita të nxjerr disa njerëz nga rënojat para se gjithçka të shembej plotësisht. Ardiani e shikoi Mimozën sikur të ishte një huaj e plotë. Për 34 vjet ajo kishte qenë në shtëpinë e tij çdo ditë dhe ai kur nuk e kishte ditur se po bashkëjetonte me një veterane lufte të dekoruar për trimëri. Pse nuk ma keni thënë kur këtë? Mimoza ngriti supet, një gjest i thjeshtë që komunikonte shumë. Ju kur nuk pyetët për jetën time para se të vija në shtëpinë tuaj, zoti Ardian. Dhe nuk mendoja se ishte e rëndësishme për punën që bëja atje. Ardiani ulërën në divanin e Mimozës, duke ndjer peshën e dekadave të indiferencës ndaj personit që ishte kujdesur për të me përkushtim absolut. Ai i kishte dhënë Mimozës rritje rroge të rregullta, dhurata për Krishtlindje, i kishte siguruar sigurim shëndetësor, e kishte trajtuar gjithmonë me respekt profesional. Por kur nuk kishte treguar kuriozitet të vërtet për atë se kush ishte ajo përtej funksionit të saj në shtëpinë e tij. Mimoza, pse e lat ushtrinë? Pyeti Ardiani. Për t'u kujdesur për nënën time. Ajo ishte e sëmur, kishte nevojë për kujdes të veçantë. Isha fëmijë i vetëm, kështu që u ktheva në Tiranë, u përgjigj Mimoza, duke shërbyer kafe në filxhan të thjeshtë por të bukur.
Nëna ime vdiq 3 vjet më vonë, por unë tashmë kisha filluar të punoja për ju. Më pëlqente puna, më pëlqente të kujdesesha për shtëpinë, të kisha një rutinë të qëndrueshme pas vitesh udhëtimesh në përboll. Ardiani e piu kafen në heshtje, duke përpunuar kompleksitetin e gruas që mendonte se e njihte. Mimoza nuk ishte vetëm punonjësja efikase dhe e heshtur që ai e kishte kategorizuar në mendjen e tij. Ajo ishte një veterane lufte që kishte rrezikuar jetën për të shpëtuar njerëz, që kishte braktisur një karrierë ushtarake për të kujdesur për familjen, që kishte zgjedhur një jetë shërbimi të vazhdueshëm pa kërkuar kur njohje apo vëmendje. Dhe tani ajo po përdorte paratë e saj, kohën e saj, energjinë e saj të kufizuar fizike për të kujdesur për njerëz që shoqëria i kishte braktisur. Mimoza, unë dua të ndihmoj, tha Ardiani më në fund. Dua të kuptoj se si mund të bëj një ndryshim në jetën e atyre njerëzve në një mënyrë që ka kuptim për ta. Mimoza e studioi me kujdes para se të përgjigjej. Atëherë do t'ju duhet të mësoni të shihni ndryshe, zoti Ardian. Sepse të ndihmosh vërtet do të thotë të pranosh se disa gjëra nuk mund të rregullohen me para apo planifikim strategjik. Disa gjëra mund të shërohen vetëm me kohë, prani dhe dinjitet. Ardiani tundi kokën në shenjë pohimi, megjithse nuk ishte i sigurt se e kuptonte plotësisht atë që Mimoza po propozonte. Në ditët në vijim, Ardiani u kthye në kishë 3 herë. Çdo vizitë zbulonte shtresa të reja kompleksiteti në operacionin e heshtur që Mimoza kishte ndërtuar. Ajo nuk shërbente vetëm ushqim. Ajo kishte krijuar një rrjet informal mbështetjeje që përfshinte dhurime rrobash, ilaçe bazë, informacione për shërbimet publike dhe kryesisht një hapësirë ku njerëzit e marginalizuar mund të trajtoheshin me dinjitet bazik. Ardiani filloi të kontribuonte financiarisht, por Mimoza vendosi rregulla të rrepta. Asnjë çek i madh, asnjë donacion që tërhiqte vëmendjen, asnjë përpjekje për të formalizuar apo zgjeruar operacionin. Paratë do të përdoren ekskluzivisht për të blerë ushqim dhe furnizime bazë, jo për ta kthyer kishën në një institucion zyrtar. Por ishte gjatë vizitës së tij të 4 që Ardiani pati bisedën që do të ndryshonte plotësisht perspektivën e tij për punën e tij dhe për përgjegjësitë që i kishte mbajtur pa e kuptuar. Në atë bisedë që do të ndryshonte gjithçka, Ardiani po ndihmonte të shpërndante batanie kur zoti Bujar iu afrua me një zarf të zverdhur në duar. Burri 70 vjeçar kishte ruajtur të gjitha dokumentet lidhur me dëbimin e tij, të organizuara kronologjikisht me përpikërinë e dikujt që ende besonte se drejtësia mund të bëhej përmes letrave të sakta. Zoti Ardian, ju dukeni si një person që i kupton këto gjëra të pasurive të paluajtshme, tha Bujari, duke hapur zarfin me kujdes. Mund të ma shpjegoni pse një kompani mund të rrisë qiran nga 4.000 lekë në 16.000 lekë brenda një muaji? A është kjo e lishme vërtet? Ardiani mori dokumentet duke njohur menjëherë letrën me logo, formatimin e kontratave, gjuhën juridike të saktë që përdorte kompania e tij. Por ishte kur pa firmën në fund të kontratës së prishjes që gjaku i ngriu. Ishte firma e tij. Ardian Krasniqi, drejtor ekzekutiv i Krasniqi Partnerët. Zoti Bujar ishte dëbuar nga një vendim që ai vetë e kishte marrë. Ardiani ndjeu duart t'i dridheshin ndërsa lexonte dokumentet. I kujtoi vagullisht operacioni. Një blok apartamentesh të vjetra në zonën e Pazarit të Ri, të blera me një çmim të shkëlqyer sepse kontratat e qiras ishin të vjetruara në krahasim me tregun. Strategjia ishte e thjeshtë dhe efikase, të rriteshin të gjitha qirat sipas vlerave të tregut, të detyrohej largimi i qiramarrësve të vjetër, të rinovoheshin apartamentet dhe të jepeshin me qira me kontrata të reja dhe më fitimpruese. Në raportet financiare, kishte qenë një operacion shumë i suksesshëm. Kthim mbi investimin prej 140% në 18 muaj. Gentrifikim i kontrolluar dhe fitimprues. Optimizim i aseteve të nënshfrytëzuara. Por aty, në atë zarf të zverdhur në duart e dridhura të zotit Bujar, Ardiani pa për herë të parë anën njerëzore të tabelave të tij të fitimit. Zoti Ardian, jeni mirë? Pyeti Bujari, duke vënë re zbejen e papritur në fytyrën e Ardianit. Ardiani nuk mundi të përgjigjej menjëherë. Por jetonte mbledhjen ku kishte miratuar atë operacion, duke kujtuar se si e kishte lavdëruar ekipin për efikasitetin në ekzekutim, se si e kishte përdorur atë projekt si shembull të praktikës më të mirë në prezantime të tjera korporative. Më falni, zoti Bujar, tha Ardiani më në fund, duke i kthyer dokumentet. Është se ndonjëherë ne nuk e kuptojmë ndikimin real të këtyre vendimeve të biznesit.
Ju njihni njerëz që punojnë me këtë, pyeti Bujari, duke I rivendosur letrat në zarf me kujdes. Sepse unë u përpoqa të flas me ta, u shpjegova situatën time, ofrova të paguaja një vlerë të ndërmjetme. Por ata thanë se ishte vendim I kompanisë, se nuk mund të bënin përjashtime. Sikur 40 vjet jetë në të njëjtin vend të mos vlente një bisedë 15 minutëshe. Ardiani e kaloi pjesën tjetër të natës në heshtje të plodh. Ndihmoi me pastrimin, ndihmoi mimozën të mbyllte kishën, por mendja e tij po përpunonte një realitet me të cilin nuk dinte si të përballej. Gjatë 20 viteve karrierë, ai kishte marrë qindra vendime të ngjashme. Sa bujar të tjerë ekzistonin përreth. Sa jetë të tjera kishte hedhur poshtë në emër të efikasitetit të biznesit. Në rrugën e kthimit për në shtëpi, Ardiani e ndaloi makinën 3 herë për të marrë frymë thellë dhe për të organizuar mendimet. Po ndjente diçka që nuk e kishte përjetuar prej dekadash, turp të thellë dhe të pakontrollueshëm. Të nesërmen në mëngjes, Ardiani arriti në zyrë me një mision specifik. I kërkoi sekretares të anulonte të gjitha mbledhjet e ditës dhe I kërkoi departamentit të arkivit të sillnin të gjitha raportet e operacioneve imobiliare të 5 viteve të fundit. Donte të kuptonte shtrirjen reale të asaj që kishte ndërtuar. Për 8 orë, Ardiani lexoi mira faqe raportesh, kontratash, analizash fizibiliteti dhe studimesh impakti. Çdo dokument zbulonte një shtresë të rrethot si e biznesi që ai e kishte përsosur gjatë viteve. Operacione gentrifikimi në 12 lagje të ndryshme. 530 familje të larguara nga shtëpitë e tyre përmes rritjeve strategjike të qiras. 740 kontrata rezidenciale të prishura për optimizimin e kthimit financiar. Ardiani gjeti raste që ishin versione eksakte të historisë së Zotit Bujar. Familje me 3 breza të larguara nga apartamentet ku ishin rritur. Të moshuar të detyruar të shpërnguleshin në periferi pas dekadash në lagjet e tyre. Tregtar të vegjël që humbën pikat tregtare të themeluara prej vitesh sepse qirat u rritën përtej mundësive të tyre. Por ishte një rast specifik që e theu Ardianin plotësisht. Në arkivat e vitit 2019, ai gjeti raportin e një operacioni në qendër të qytetit. Një pallat I vjetër ishte blerë dhe të gjithë qiramarrësit ishin larguar për rinovim të plodh. Midis dokumenteve, kishte një letër nga një banore e quajtur Fatime Dervishi, 65 vjeç, që kërkonte të qëndronte në apartamentin ku jetonte prej 30 vjetësh. Letra ishte e shkruar me dorë, me shkrim të dridhur por të rregull. Fatime shpjegonte se ishte eve, merrte një pension të vogël, por gjithmonë e kishte paguar qiran në kohë. Kërkonte vetëm të vazhdonte të jetonte aty, ofroi të ndihmonte në pastrimin e pallatit, të kujdesej për bimët e kopshtit, çdo gjë që justifikonte qëndrimin e saj. Ajo shpjegonte se të gjithë miqtë e saj jetonin në atë zonë, se njihte çdo tregtar në rrugë, se mjeku I saj ishte 2 bloqe larg. Në anë të letrës, kishte një shënim me laps, të bërë nga ekipi juridik I kompanisë, rast standard. Ndiqni protokollin e prishjes. Nuk ka bazë ligjore për përjashtime sentimentale. Ardianit I kujtoi se e kishte parë këtë letër shkurtimisht gjatë një mbledhjeje miratimi. I kujtoi se kishte rënë dakord me vlerësimin juridik. Përjashtimet sentimentale nuk kishin vend në vendimet racionale të biznesit. Ardiani mori telefonin dhe telefonoi departamentin juridik. Zoti Krasniqi, si mund t'ju ndihmoj? U përgjigj avokat Gjoni, avokati përgjegjës për çështjet kontraktuale të kompanisë. Gjoni, kam nevojë të lokalizosh një ish-qiramarrëse tonën. Fatime Dervishi. Ajo jetonte në një pallat që e blem në qendër në vitin 2019. Dua të di se çfarë ndodhi me të pas prishjes së kontratës. Zoti Krasniqi, kjo është pak e pazakontë. Zakonisht ne nuk bëjmë ndjekje pas operacionale të qiramarrësve të larguar, u përgjigj avokat Gjoni, dukshëm I hutuar. Mund të pyes se cila është arsyeja e kërkesës? Vetëm lokalizoje zonjën, Gjoni, tha Ardiani, duke e mbyllur telefonin. 2 orë më vonë, avokat Gjoni e telefonoi përsëri me informacione që Ardiani nuk ishte I përgatitur t'i dëgjonte. Zoti Krasniqi, arrita ta lokalizoj Fatime Dervishin. Ajo aktualisht ndodhet në një shtëpi pushimi për të moshuar në zonën lindore të qytetit. Sipas regjistrave publik, ajo nuk arriti të gjente apartament në të njëjtën fashë çmimi në qendër pas prishjes së kontratës. U përpoq të shpërngulej në periferi, por zhvilloi probleme shëndetësore lidhur me distancën nga shërbimet mjekësore që përdorte prej dekadash.
U shtrua në spital 3 herë vitin e fundit për komplikime të diabetit që me sa duket nuk arriti t'i kontrollonte si duhet për shkak të ndryshimeve në rutinën e saj mjekësore. Ardiani e mbylli telefonin dhe mbeti duke parë murin për 20 minuta, në heshtje absolute. Pastaj mori çelsat e makinës dhe doli nga zyra. Shtëpia e pushimit ishte e vendosur në një zonë që Ardiani e njihte vetëm nga raportet demografike që kompania e tij i konsultonte për analiza fizibilitetit të projekteve të reja. Ishte një ndërtesë institucionale pa personalitet, e pastër dhe e organizuar, por pa asnjë gjurmë humanizmi apo ngrohtësie. Fatime Dervishi ishte në dhomën e përbashkët, e ulur në një koltuk plastik, duke parë nga dritarja që jepte në një obor të brendshëm të vogël dhe pa kopsh. Ardiani e njohu nga dokumentet që kishte parë në arkiv, por personalisht ajo dukej më e vogël, më e brishtë se në fotografitë e bashkangjitura kontratave. Ardiani u prezantua te koordinatori i shtëpisë, shpjegoi se ishte biznesmen dhe do të donte të fliste me Fatimen për një çështje lidhur me apartamentin e saj të vjetër. Nuk gënjeu plotësisht, por as nuk zbuloi identitetin e tij të vërtetë. Zonja Fatime, emri im është Ardian. Do të doja të flisja me ju për apartamentin ku jetonit në qendër. Fatimja e shikoi me kuriozitet, por pa befasi. Në moshën 65 vjeç dhe pas një viti jetese në një shtëpi pushimi, ajo kishte zhvilluar durimin e dorëhequr të dikujt që nuk pret më kthesa të mëdha në jetë. Ah, biri im, kjo ka ndodhur kaq kohë më parë, tha Fatimja, duke i treguar një karrige pranë saj. Je gazetar? Avokat? Ndonjëherë shfaqen njerëz këtu duke pyetur për këto gjëra të dëbimeve. Jo, zonja Fatime. Unë punoj me pasuri të paluajtshme. Po përpiqem të kuptoj më mirë se si këto situata i prekin njerëzit, u përgjigj Ardiani, duke u ndier frikacak që nuk zbuloi të vërtetën e plotë. Fatimja buzëqeshi me një trishtim që Ardiani e ndjeu fizikisht. Biri im, unë kam jetuar 30 vjet në të njëjtin apartament. 30 vjet. E kam parë atë rrugë të ndryshoj plotësisht, kam parë fqinje të vinë e të ikin, kam parë fëmijë të rriten, kam parë të moshuar të vdesin. Ai apartament nuk ishte vetëm vendi ku flija. Ishte gjithë jeta ime, foli Fatimja, duke parë përsëri nga dritarja. Unë njihja çdo tregtar në rrugë, çdo pemë në trotuar. Mjeku im ishte 2 bloqe larg. Farmacia ime ishte në qoshe. Fura ku blija bukë çdo ditë ishte përballë. Ardiani dëgjonte çdo fjalë duke ndier një peshë në rritje në gjoks. Dhe kur më nxorën prej andej, nuk ishte vetëm apartamenti që humba. Unë humba gjithë jetën time, vazhdoi Fatimja. U përpoqa të shpërngulesha në periferi, si sugjeruan ata. Gjeta një dhomë të vogël të lirë, por ishte 2 orë me autobus larg mjekut tim. Unë jam diabetike, biri im. Kam nevojë për ndjekje të rregull. Por me moshën, me distancën, me paratë që shpenzoja për transport u bë e vështirë të mbaja trajtimin. Ardiani donte të ndalonte së dëgjuari, por e dinte se duhej të dëgjonte deri në fund. Atëherë fillova të ndihesha keq. U shtrova në spital 3 herë në 6 muaj. Diabeti dekompensuar, tensioni lart, një mori gjërash që më parë ishin të kontrolluara. Mjeku i spitalit tha se ishte për shkak të stresit, ndryshimit të rutinës, vështirësisë për të mbajtur ndjekjen mjekësore. Fatimja bëri pauzë, duke marrë frym thellë. Kur pash se nuk do të arrija të kujdesesha si duhet duke jetuar vetëm larg gjithçkaje, vendosa të vija këtu. Të paktën këtu ka infermiere, ka mjek që vjen çdo javë. Ardiani kaloi një orë duke biseduar me Fatimen, duke dëgjuar histori për jetën e saj në apartamentin e vjetër, për fqinjet me të cilët kishte humbur kontaktin, për rutinën që kishte ndërtuar gjatë 3 dekadave dhe që ishte shkatëruar brenda pak javësh. Kur u përshëndet, Ardiani e dinte se nuk do të mund të kthehej më në zyrë atë ditë. Udhëtoi pa destinacion nëpër rrugët e Tiranës, duke kaluar pranë disa projekteve që kishte ndërtuar, duke parë për herë të parë tabelat, apartamente të standardit të lartë dhe komplekse ekskluzive si monumente të pandjeshmërisë së tij. Në fund të pasdites, Ardiani shkoi në shtëpinë e Mimozës. Kishte nevojë të fliste me dikë që e kuptonte peshën e asaj që kishte zbuluar për veten. Mimoza hapi derën dhe menjëherë e kuptoi gjendjen e Ardianit. Ajo e ftoi brenda, përgatiti çaj dhe priti që ai të arrinte të organizonte fjalët për të shpjeguar atë që ndjente. Mimoza, gjeta një nga banorët që ne i kemi dëbuar, tha Ardiani më në fund. Dhe njoha një tjetër personalisht në kishë.
po zbuloj se e kam ndërtuar kompaninë time mbi jetë të shkatëruara. Mimoza e dëgjoi në heshtje ndërsa Ardiani i tregonte për vizitën e tij te Fatimia, zbulimin e tij për zotin Bujar, pasditën e tij duke lexuar arkivat e operacioneve që i kishte miratuar pa konsideruar kurrë pasojat njerëzore. Zoti Ardian, ju po zbuloni diçka që unë gjithmonë e kam ditur për punën tuaj, tha Mimoza qetësisht. Por kur nuk ka qenë vendi im t'jua shpjegoj këtë. Ju duhej ta shinit vetë. Ardiani e shikoi Mimozën duke parë për herë të parë jo vetëm punonjësen e përkushtuar, por gruan që kishte vëzhguar në heshtje vendimet e tij gjatë viteve, duke mbajtur peshën morale që ai kishte refuzuar ta mbante. Mimoza, çfarë të bëj tani me këtë zbulim? Pyeti Ardiani. Si të përballem me faktin se suksesi im është ndërtuar mbi vuajtjen e njerëzve të pafajshëm? Mimoza reflektoi për një moment para se të përgjigjej. Ju filloni duke rregulluar atë që mund të rregullohet, zoti Ardian. Dhe ndryshoni atë që mund të ndryshohet, tha Mimoza. Nuk mund të ktheheni pas në kohë dhe të zhbëni atë që është bërë. Por mund të ndaloni se bëri të njëjtën gjë nga tani e tutje. Ardiani e dinte se Mimoza kishte të drejtë, por madhësia e detyrës dukej e pamundur për t'u menaxhuar. Në ditët në vijim, Ardiani filloi të hulumtonte të gjitha rastet e ngjashme me ato të Fatimes dhe zotit Bujar. Zbuloi modele që e tmerruan, të moshuar të larguar nga apartamentet ku kishin jetuar për dekada, familje të ndara sepse nuk arrinin të gjenin strehim të përshtatshëm në të njëjtën zonë, tregtar të vegjël që humbën pika tregtare të themeluara prej brezash. Por ishte gjatë këtij hetimi intensiv që Ardiani vuri re diçka shqetësuese për Mimozën. Ajo po humbiste peshë dukshëm. Rrobat e saj ishin gjithnjë e më të gjera, lëkura e saj ishte e zbethë dhe ajo ecte më ngadalë. Ardiani filloi t'i kushtonte vëmendje detajeve që i kishte injoruar më parë. Mimoza shpesh ndalonte për të pushuar ndërsa pastronte shtëpinë, pinte më shumë ujë se normalisht, dhe ndonjëherë duhej të ulej gjatë detyrave që gjithmonë i kishte bërë në këmbë. Mimoza, a ndiheni mirë? Pyeti Ardiani një mëngjes kur ajo ndaloi për të pushuar ndërsa rregullonte kuzhinën. Jam pak e lodhur, zoti Ardian. Por është normale. Mosha po vjen, apo jo? U përgjigj Mimoza, por Ardiani vuri re se ajo po shmangte ta shikonte drejt në sy. Kur ishte hera e fundit që shkuat te mjeku? Pyeti Ardiani. Mimoza heshti për një moment. Ka ca kohë, zoti Ardian. Por nuk është asgjë serioze. Vetëm lodhje. Ardiani e dinte se Mimoza po e minimizonte situatën. Në ditët në vijim, ai e vëzhgoi më me kujdes dhe vuri re se ajo po pinte sasi të tepërta uji, shkonte në tualet shumë shpesh dhe po humbiste peshë në mënyrë shqetësuese. Mimoza, unë do t'ju caktoj një vizitë mjekësore, tha Ardiani një të premte. Nuk është kërkesë, është kërkesë. Ju do të shkoni te mjeku javën e ardhshme. Mimoza u përpoq të protestonte, por Ardiani ishte i palëkundur. Ai kishte mësuar së fundmi se neglizhimi i njerëzve të rëndësishëm në jetën e tij kishte pasoja të rënda që ai nuk ishte i gatshëm t'i rrezikonte përsëri. Vizita mjekësore zbuloi atë që Ardiani druej. Mimoza kishte diabet të tipit 2 të dekompensuar, hipertension arterial të rënd, anemi të rënd dhe shenja shqetësuese të dëmtimit të veshkave. Mjeku ishte i drejtë për drejtë. Mimoza kishte nevojë për ndjekje mjekësore të menjëhershme dhe ndryshime drastike në stilin e jetës. Ajo që e tronditi më shumë Ardianin ishte zbulimi se Mimoza i dinte disa nga këto probleme prej muajsh, por kishte zgjedhur të mos kërkonte trajtim të duhur. Mimoza, pse nuk më thatë se ishit e sëmur? Pyeti Ardiani pas vizitës, ndërsa prisnin në farmaci për të bler ilaçet e përshkruara. Sepse nuk doja të isha një problem tjetër në jetën tuaj, zoti Ardian, u përgjigj Mimoza. Ju tashmë keni kaq shumë shqetësime me punën, me zbulimet që keni bërë për kompaninë. Nuk doja të shtoja më shumë peshë. Ardiani u ndje sikur kishte marrë një grusht në stomak. Mimoza po sakrifikonte fjalë për fjalë veten për të mos e bezdisur, saktësisht siç ishte sakrifikuar për t'u kujdesur për njerëzit në situatë rruge pa e përfshirë atë. Mimoza, ju do të trajtoheni si duhet, do të merrni të gjitha ilaçet, do të bëni të gjitha analizat që kërkoi mjeku. Dhe do të ndaloni së përdoruri paratë tuaja personale për të blerë ushqim për kishën. Nga tani e tutje, kjo është përgjegjësia ime, tha Ardiani me vendosmëri. Mimoza u përpoq të protestonte, por Ardiani nuk i la hapësirë për diskutim. Dhe edhe një gjë tjetër, Mimoza. Nga tani e tutje, ju nuk jeni më punonjësja ime.
Ju jeni partnerja ime. Do të transformojmë gjithçka që kemi zbuluar në diçka që bën një ndryshim real në jetën e atyre njerëzve. Mimoza e shikoi me befasi të sinqertë. Zoti Ardian, jeni i sigurt për atë që po thoni? Jam i sigurt, Mimoza, u përgjigj Ardiani. Ju keni më shumë përvojë praktike në kujdesin ndaj njerëzve se çdo konsulent që kam punësuar ndonjëherë. Dhe keni më shumë integritet moral se çdo partner biznesi që kam pasur ndonjëherë. Nëse do ta rindërtoj këtë kompani si duhet, kam nevojë për ju si partnere, jo si punonjëse. Në javët në vijim, ndërsa Mimoza përshtatej me trajtimin mjekësor, Ardiani filloi të hartonte një plan radikal ristrukturimi të Krasniqi partnerët. Por e dinte se asnjë plan nuk do të ishte i vlefshëm nëse nuk përfshinte pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të njerëzve që ishin prekur nga vendimet e tij të mëparshme. Prandaj Ardiani mori vendimin më të vështirë të karrierës së tij të biznesit, të kërkonte zotin Bujar dhe t'i ofronte atij diçka që kurrë nuk e kishte konsideruar më parë. Një mundësi për të transformuar përvojën e tij të vuajtjes në një instrument ndryshimi real. Ardiani e gjeti Bujarin në kishnjë të martë me shi, duke ndihmuar Mimozën të organizonte dhurimet e rrobave. Burri 70 vjeçar ishte i përqendruar duke ndarë rrobat sipas masave, duke punuar me përpikërinë e dikujt që gjen dinjitet në çdo detyrë të kryer mirë. Zoti Bujar, mund të flas me ju privatisht? Pyeti Ardiani, duke ndier peshën e bisedës që ishte gati të bënte. Bujari e ndoqi deri në një cep më të rezervuar të kishës, qartësisht kurioz për atë që Ardiani do të thoshte. Zoti Bujar, kam nevojë t'ju bëj një rrëfim, filloi Ardiani, duke marrë frym thellë. Unë jam biznesmeni që nënshkroi urdhrin e dëbimit nga apartamenti juaj. Unë jam Ardian Krasniqi, nga Krasniqi partnerët. Bujari heshti për një moment të gjatë, duke studiuar fytyrën e Ardianit. Nuk tregoi zemërim apo befasi. Vetëm një trishtim të thellë që Ardiani e njohu si të njëjtën ndjenjë që po e mbante prej javësh. Dhe tani, pyeti Bujari thjesht. Tani dua t'ju ofroj një mundësi për të më ndihmuar të rregulloj atë që kam thyer, tha Ardiani. Dua që ju të bëheni këshilltar i kompanisë sime. Dua që të më ndihmoni të kuptoj se si të rindërtoj projekte që u shërbejnë vërtet njerëzve në vend që t'i dëbojnë ata. Dua të mësoj nga përvoja juaj se si të bëj zhvillim urban që përfshin në vend që të përjashtoj. Bujari vazhdoi të heshte, duke përpunuar propozimin e papritur. Zoti Ardian, pse duhet t'ju ndihmoj? Pyeti Bujari më në fund. Ju ma shkatëruat jetën. Më morët gjithçka që kisha ndërtuar në 40 vjet. Pse duhet t'ju ndihmoj të ndiheni më mirë me veten tuaj? Ardiani e priste këtë pyetje dhe kishte përgatitur një përgjigje të sinqertë. Sepse nuk është që unë të ndihem më mirë, zoti Bujar. Është që njerëz të tjerë të mos kalojnë atë që kaluat ju, u përgjigj Ardiani. Unë nuk mund ta zhbëj atë që i bëra juve. Por mund të garantoj se kjo nuk do të ndodhë më me njerëz të tjerë. Dhe për ta bërë këtë si duhet, kam nevojë për dikë që e kupton në lëkurën e tij se çfarë do të thotë të humbasësh gjithçka për shkak të vendimeve të ftohta të biznesit. Bujari reflektoi për disa minuta, duke parë përreth kishës, duke vëzhguar njerëzit e tjerë që ishin aty për rrethana të ngjashme me të tij. Po flisni seriozisht? Pyeti Bujari. Nuk është bamirësi apo projekt social sa për sy e faqe. Është partneritet real, zoti Bujar. Me pagë të denjë, me zë në vendime, me fuqi vetoje në projekte që dëmtojnë komunitetet, u përgjigj Ardiani. Ju do të ishit këshilltari im për impaktin komunitar. Të gjitha operacionet e ardhshme të kompanisë do të duhej të kalonin fillimisht në përvlerësimin tuaj. Bujari i zgjati dorën Ardianit, një shtrëngim duarsh që vulosi jo vetëm një marrëveshje profesionale, por fillimin e një transformimi që do të ndryshonte plotësisht mënyrën se si Krasniqi partnerët operonte në qytetin e Tiranës. Por Ardiani e dinte se kjo ishte vetëm pjesa e parë e një ristrukturimi shumë më të madh që do të duhej të përballonte. Sepse transformimi i një kompanie të tërë do të thoshte të konfrontoheshe jo vetëm me kufizimet e tua, por edhe me rezistencën e partnerëve, investitorëve dhe të gjithë një tregu të mësuar të prioritizonte fitimin mbi impaktin njerëzor. Mbledhja e Këshillit Administrativ të Krasniqi partnerët ishte caktuar për një të hënë me shi të qershorit, në sallën e konferencave në katin e 35 të ndërtesës korporative. Ardiani kishte kaluar 3 javë duke përgatitur një prezantim që e dinte se ishte më i rëndësishmi i karrierës së tij të biznesit.
Jo sepse do të përcaktonte drejtime të reja rritje apo zgjerimi, por sepse do të vinte në dyshim themelet e gjithçkaje që kishte ndërtuar në 20 vitet e fundit. 5 antarët e këshillit arritën në orën 9 të mëngjesit, si gjithmonë. Robert Aliu, partner themelues dhe mentor i Ardianit që nga vitet e para të kompanisë. Marieta Costa, specialiste në zhvillim urban dhe përgjegjëse për zgjerimin e kompanisë në qytete të tjera. Ferdinand Shkreli, drejtor financiar dhe roje i shifrave që mbanin Krasniqi partnerët si një nga kompanitë më fitimprurëse të vendit. Ana Petrela, shefe juridike dhe arkitekte e të gjitha strategjive kontraktuale që lejonin operacionet e rinovimit urban. Dhe Kastriot Meta, konsulent i tregut imobiliar dhe përgjegjës për identifikimin e mundësive të investimit në lagje me potencial vlerësimi. Ardiani i njihte se cilin prej tyre prej vitesh, kishte ndërtuar marrëdhënie profesionale të forta të bazuara në besim të ndërsjellë dhe rezultate financiare të qëndrueshme. E dinte se propozimi që ishte gati të prezantonte do t'i testonte këto marrëdhënie në mënyra që ai nuk mund t'i parashikonte plotësisht. Mimoza ishte e pranishme në mbledhje, gjë që në vetvete kishte shkaktuar habi. Për 3 dekada, ajo kishte qenë e padukshme për ata njerëz, punonisja e heshtur që shërbente kafe dhe organizonte dokumente. Por tani ajo zinte një karrige në tryezën e mbledhjes, zyrtarisht e emëruar si drejtoresh e impaktit social të kompanisë, një pozicion që Ardiani e kishte krijuar posaçërisht për të. Bujari ishte gjithashtu i pranishëm, i ulur pranë mimozës, i veshur me një kostum të thjeshtë por të mirëmbajtur që Ardiani ja kishte siguruar për këtë rast. Prania e tij në sallën e mbledhjes shkaktonte një siklet të dukshëm te antarët e këshillit, të cilët nuk e kuptonin pse një burr qartësisht me origjinë të thjeshtë po merrte pjesë në vendime strategjike të kompanisë. Ardiani filloi prezantimin duke projektuar një imazh ajror të Tiranës, me shenja që theksonin të gjitha projektet e Krasniqi partnerët të ndërtuara në 10 vitet e fundit. Koleg, ky është peizazhi urban që kemi ndërtuar së bashku. 23 komplekse rezidenciale, 15 ndërtesa komerciale, 8 qendra tregtare, 3 komplekse të standardit të lartë, foli Ardiani, duke përdorur treguesin lazer për të theksuar çdo projekt. Faturim total prej 850 milion lekësh. Fitim neto i akumuluar prej 230 milionësh. Sipas metrikës tradicionale të suksesit të biznesit, kemi qenë të jashtëzakonshëm. Robert Aliu tundi kokën me kënaqësi. Ardiani po përshkruante saktësisht llojin e rritjes së qëndrueshme që ata e kishin planifikuar që nga vitet e para të kompanisë. Por sot dua t'ju prezantoj një metrik tjetër suksesi, vazhdoi Ardiani, duke ndryshuar slajdin për të treguar një tabel me emra, mosha dhe histori të përmbledhura. 740 familje të larguara nga shtëpitë e tyre. 1200 kontrata rezidenciale të prishura. 3800 persona të zhvendosur nga lagjet e tyre të origjinës. 46 biznese të vogla të mbyllura për shkak të rritjes së qirave. 17 të moshuar të institucionalizuar pas humbjes së strehimit. Heshtja në sallën e mbledhjes ishte e tensionuar. Ferdinand Shkreli ishte i pari që foli. Ardian, ti po prezanton informacione mbi zhvendosjen urbane sikur të ishin probleme të biznesit. Por kjo është pasojë e natyrshme e zhvillimit imobiliar. Nuk është përgjegjësia jonë të menaxhojmë impaktin social të çdo operacioni tregtar, tha Ferdinandi, qartësisht i bezdisur nga drejtimi i prezantimit. Pikërisht këtë dua të vë në dyshim, Ferdinand, u përgjigj Ardiani, duke kaluar në një slajd që tregonte fotografi të disa prej banorëve të prekur nga operacionet e kompanisë. Unë dua të propozoj që përgjegjësia jonë si kompani përfshin impaktin social të drejtpërdrejtë të vendimeve tona. Dhe dua të ristrukturoj plotësisht mënyrën tonë të operimit në mënyrë që zhvillimi urban të jetë sinonim i përfshirjes, jo i përjashtimit. Ana Petrela tundi kokën në shenjë mohimi. Ardian, kjo nuk është e realizueshme ligjërisht as financiarisht. Kompania jon ka përgjegjësi fiduciare ndaj investitorëve, bankave, fondeve të pensioneve që kanë investuar para në projektet tona. Ne nuk mund të vendosim thjesht se do të prioritizojmë impaktin social mbi kthimin financiar, argumentoi Ana, duke shfletuar dokumentet e saj. Ka ligje tregu, rregullore bankare, pritshmëri kontraktuale që nuk lejojnë këtë lloj ndryshimi radikal. Ardiani e priste këtë rezistencë. Kishte kaluar javë duke studiuar fizibilitetin ligjor dhe financiar të propozimit të tij me avokat dhe konsulent të pavarur. Ana, unë nuk po propozoj të braktisim fizibilitetin financiar.
Unë po propozoj një model që gjeneron fitim të qëndrueshëm përmes impaktit social pozitiv, shpjegoi Ardiani, duke projektuar një slajd me të dhëna financiare të detajuara. Kam punësuar një firmë konsulence të pavarur për të analizuar fizibilitetin e këtij modeli. Shifrat tregojnë se mund të mbajmë një marsh fitimi prej 15 deri në 20% në vend të 40% aktual, por me shumë më tepër stabilitet afatgjatë dhe me impakt social të madhshëm. Kastriot Meta Qeshi Metallje. Ardian, 15% marsh është projekt ojqje, jo kompanie imobiliare. Konkurrentët tanë do të na gëlltisin brenda 2 vitesh nëse adoptojmë këtë filozofi romantike të zhvillimit social, tha Kastrioti, duke gestikuluar me padurim. Ti po propozon që të braktisim gjithçka që na solli deri këtu për të nisur një utopi biznesi që nuk ka precedent në tregun shqiptar. Ardiani e dinte se ky do të ishte momenti më i vështirë i prezantimit. Mori frymë thellë dhe kaloi në një slajd që tregonte studime rastesh të kompanive ndërkombëtare që kishin implementuar modele të ngjashme me sukses. Kastriot nuk është utopi. Është evolucion, tha Ardiani, duke projektuar të dhëna të kompanive në Gjermani, Kanada dhe Holand që operonin me modele zhvillimi gjithëpërfshirës. Këto kompani po gjenerojnë fitime të qëndrueshme prej më shumë se një dekade, kanë marrëdhënie të qëndrueshme me komunitetet, kanë akses preferencial në financime qeveritare për projekte sociale, dhe po krijojnë tregje konsumatorësh besnik që garantojnë kërkesë të vazhdueshme për produktet e tyre. Ishte në këtë moment që Mimoza foli për herë të parë në mbledhje. Mund të them diçka? Pyeti Mimoza, duke parë Ardianin, i cili i bëri shenjë inkurajuese. Zoti Aliu, Zoti Shkreli, Zonja Petrela, Zoti Meta, Zonja Kosta, tha Mimoza, duke bërë kujdes të përshëndeste secilin antar të këshillit individualisht. Unë kam punuar në këtë kompani për 34 vjet. Ju kam parë të rriteni profesionalisht, kam parë fëmijët tuaj të diplomohen, e kam parë këtë kompani të bëhet gjigante në tregun imobiliar. Të gjithë dëgjonin në heshtje, të befasuar që Mimoza po fliste publikisht në një mbledhje ekzekutive. Gjatë gjithë këtyre viteve, kam vëzhguar çdo operacion, çdo vendim, çdo projekt. Dhe kam vëzhguar gjithashtu se çfarë ndodhte me njerëzit e prekur nga këto vendime, vazhdoi Mimoza me zë të qetë por të vendosur. Ju kur nuk I keni parë këta njerëz sepse kur nuk keni pasur nevojë t'i shihni. Por ata gjithmonë kanë ekzistuar. Dhe tani Zoti Ardian po propozon që ju t'i shihni. Robert Aliu u përkul përpara, I interesuar në perspektivën e Mimozës. Mimoza, unë e respektoj përvojën tuaj dhe përkushtimin tuaj ndaj kompanisë. Por a e kupton se ne kemi përgjegjësi financiare që nuk mund të injorohen për konsiderata sentimentale? Pyeti Roberti, duke u përpjekur të tingëllonte respektues, por duke ruajtur qëndrueshmërinë e biznesit. Zoti Robert, nuk është konsiderat sentimentale. Është konsiderat strategjike, u përgjigj Mimoza, duke I befasuar të gjithë me saktësinë e përgjigjes së saj. Ju shpenzoni miliona lekë për avokat për të zgjidhur konfliktet me komunitetet e zhvendosura. Shpenzoni shuma të mëdha për sigurinë për të mbrojtur kantieret e ndërtimit në lagje armiqësore. Shpenzoni shuma të mëdha për marketing për të rindërtuar reputacionin kur ndonjë operacion gjeneron protestë publike. Mimoza bëri një pauzë, duke lejuar që shifrat që po citonte të përpunoheshin nga anëtarët e këshillit. Ajo që Zoti Ardian po propozon do të eliminonte shumicën e këtyre kostove. Sepse në vend që të luftoni kundër komuniteteve, ju do të punonit me ta. Në vend që të gjeneroni armiqësi, ju do të gjeneronit partneritet, shpjegoi Mimoza. Dhe kjo, në afat të gjatë, është më efikase financiarisht se modeli aktual. Bujari kërkoi të fliste, një gest që shkaktoi siklet të dukshëm të disa anëtar të këshillit. Mund t'ju tregoj se si është të humbasësh shtëpinë për shkak të një vendimi biznesi? Pyeti Bujari, duke parë drejt për drejt secilin person në dhomë. Ferdinandi u përpoq ta ndërpriste, por Ardiani I bëri shenjë Bujarit të vazhdonte. Unë kam jetuar 40 vjet në të njëjtin apartament. 40 vjet duke paguar qiran në kohë, duke u kujdesur për pronën sikur të ishte imja, duke njohur çdo fqinj, çdo tregtar në rrugë, foli Bujari, me dinjitetin e dikujt që kishte vendosur ta transformonte dhimbjen e tij në një instrument ndryshimi. Kur ju e blet pallatin dhe ma rritët qiran me 400%, ju nuk shkatëruat vetëm banesën time. Ju shkatëruat komunitetin tim, rrjetin tim mbështetës, identitetin tim. Bujari bëri një pauzë, duke lejuar që realiteti I fjalëve të tij të përthithej.
Tani zoti Ardian po më ofron mundësinë të ndihmoj për të siguruar që kjo të mos ndodhë me njerëz të tjerë. Jo për bamirësi, por për inteligjencë biznesi. Sepse një kompani që ndërton në partneritet me komunitetet në vend se kundër tyre do të ketë më pak probleme, më pak kosto, më pak rezistencë, shpjegoi Bujari. Dhe do të ketë më shumë klient besnik, më shumë mbështetje publike, më shumë stabilitet afatgjallë. Ardiani rifilloi prezantimin duke treguar planin e detajuar të ristrukturimit që kishte zhvilluar me Mimozën dhe Bujarin. Modeli që po propozoi përfshin 4 shtylla kryesore, tha Ardiani, duke projektuar një organigram komplekse. Së pari, pjesëmarrje komunitare e detyrueshme në të gjitha fazat e planifikimit. Së dyti, garanci për zhvendosje brenda të njëjtës zonë për të gjitha familjet e prekura nga operacionet e rinovimit. Së treti, kuota për strehim social në të gjitha projektet e reja. Së katërti, punësim preferencial i banorëve lokal për punë në ndërtim dhe mirëmbajtje. Ferdinandi studioi shifrat e projektuara, qartësisht skeptik. Ardian, kjo mund të jetë e bukur teorikisht, por në praktik do të gjenerojë vonesa të mëdha në afate, kosto shtesë të paparashikueshme dhe komplikime juridike që mund të bëjnë të parealizueshme projekte të tëra, argumentoi Ferdinandi. Si garanton se ky model do të jetë konkurrues në tregun real? Ardiani kaloi në një slajd me një afat kohor implementimi. Ferdinand, do ta implementojmë gradualisht, projekt pas projekti, gjatë 18 muajve, shpjegoi Ardiani. Do të fillojmë me 3 operacione pilot në lagje të ndryshme, do të masim rezultatet, do të rregullojmë proceset, do të dokumentojmë mësimet. Nëse rezultatet nuk janë të kënaqshme financiarisht, mund ta kthejmë modelin. Marieta Costa, e cila kishte qëndruar në heshtje gjatë gjithë diskutimit, më në fund foli. Ardian, unë i kuptoj motivimet e tua dhe e admiroj guximin për të propozuar ndryshime kaq radikale, tha Marieta, duke parë Mimozën dhe Bujarin para se të vazhdonte. Por duhet të pyes, a je i përgatitur për pasojat nëse ky model nuk funksionon? Sepse nëse kompania jon humbet konkurrueshmërinë në treg, nuk do të mund të ndihmojmë askën. Thjesht do të falimentojmë duke u përpjekur të jemi të mirë. Ardiani e kishte parashikuar këtë pyetje dhe kishte një përgjigje të përgatitur. Marieta, unë po vë në loj pasurinë time personale në këtë ristrukturim, tha Ardiani, duke projektuar një slajd me garancit e tij financiare personale. Do të përdor burimet e mia për të mbuluar çdo humbje financiare gjatë 18 muajve të parë të implementimit. Nëse modeli nuk funksionon, përgjegjësia do të jetë ekskluzivisht e imja. Heshtja që pasoi ishte e ndryshme nga të mëparshme. Ishte heshtja e njerëzve që përpunonin një propozim serioz, me rreziqe të llogaritura dhe garanci reale. Robert Aliu ishte i pari që foli. Ardian, ti po propozon ndryshime themelore në një kompani që e kemi ndërtuar së bashku për 2 dekada, tha Roberti, me zë të mbushur me emocion. Ky nuk është vendim që merret në një mbledhje. Kam nevojë për kohë për të analizuar të gjitha aspektet ligjore, financiare, strategjike. Ardiani tundi kokën në shenjë pohimi, duke kuptuar nevojën për reflektim. Robert, unë propozoj të kemi 2 javë për analizë individuale dhe pastaj një mbledhje të dytë për votim formal, tha Ardiani. Gjatë këtyre 2 javëve, secili prej jush mund të konsultoj ekspert të pavarur, mund të vizitoj vendet ku synojmë të implementojmë projektet pilot, mund të bisedoj me komunitetet e përfshira. Kastriot Meta tundi kokën në shenjë mohimi. Ardian, edhe nëse kjo do të ishte e realizueshme financiarisht, gjë që nuk e besoj, ti po propozon të braktisim identitetin ton të biznesit për të bërë asistent social korporativ, tha Kastrioti, dukshëm i irrituar. Kjo kompani u ndërtua për të gjeneruar fitim përmes zhvillimit imobiliar efikas. Jo për të zgjidhur problemet sociale urbane. Ishte në këtë moment që Mimoza bëri ndërhyrjen më të fuqishme të mbledhjes. Zoti Kastriot, mund të pyes se ku banoni, tha Mimoza, duke e parë drejt për drejt. Kastrioti u ndje dukshëm i sikletosur nga pyetja. Mimoza, nuk e shoh se si banesa ime personale është relevante për këtë diskutim biznesi, u përgjigj Kastrioti, duke u përpjekur të shmangte bisedën. Është relevante sepse ju banoni në një lagje që është zhvilluar saktësisht me modelin që ne po propozojmë, tha Mimoza, duke i befasuar të gjithë. Ju banoni në zonën e Tiranës së Re, në një kompleks që u ndërtua në vitet 80 me pjesëmarrjen e komunitetit lokal, me kuota strehimi për klasa të ndryshme shoqërore, me punësimin e banorëve të zonës. Kastrioti mbeti pa përgjigje të menjëhershme.
Pse mendoni se ajo lagje është kaq e këndshme për të jetuar? Sepse u zhvillua me respekt për njerëzit që tashmë jetonin atje, me përfshirje në vend të përjashtimit, shpjegoi Mimoza. Ajo që ne po propozojmë nuk është të shpikim diçka të re. Është të aplikojmë atë që tashmë ka funksionuar në kontekste të tjera. Ardiani kuptoi se Mimoza kishte gjetur argumentin më bindës të mundshëm, të tregonte se modeli i propozuar tashmë ekzistonte dhe funksiononte në vende që vetë antarët e Këshillit i admironin. Diskutimi vazhdoi për 2 orë të tjera, me secilin antar të Këshillit që ngrinte kundërshtime specifike dhe Ardianin, Mimozën dhe bujarin që përgjigjeshin me të dhëna, shembuj praktik dhe garanci financiare. Në fund, u vendos që do të kishte një votim formal pas 2 javësh. Gjatë këtyre 2 javëve pushim, Ardiani organizoi vizita në vendet ku synonte të implementonte projektet pilot. Ai çoi secilin antar të Këshillit për të njohur personalisht komunitetet e përfshira, për të kuptuar sfidat specifike të çdo zone, për të dëgjuar drejt për drejt nga banorët se cilat ishin nevojat dhe pritshmëritë e tyre. Robert Aliu u prek dukshëm kur vizitoi zonën e pazarit të ri dhe bisedoi me ish banor që ishin zhvendosur nga operacionet e mëparshme të kompanisë. Marieta Costa u befasua me nivelin e organizimit komunitar që gjeti në zonën lindore, ku banorët kishin zhvilluar propozime të detajuara për zhvillim banimi gjithëpërfshirës. Por ishte Ferdinand Shkreli ai që pati ndryshimin më dramatik të perspektivës. Gjatë një vizite në qendër të qytetit, ai njohu Fatimen në shtëpinë e pushimit dhe dëgjoi personalisht historinë e saj. Kur u kthye në zyra atë pasdite, Ferdinandi i telefonoi Ardianin. Ardian, duhet të flasim për kostot sociale që kur nuk i kemi llogaritur në tabelat tona, tha Ferdinandi, me zë të mbushur me reflektim. Unë kur nuk kisha menduar për shpenzimet publike të gjeneruara nga vendimet tona të biznesit. Shëndet publik, asistencë sociale, siguri urbane. Indirekt, ne po krijojmë kosto të mëdha për shoqërinë. Votimi u zhvillua një të premte me shi, saktësisht 2 javë pas prezantimit fillestar. Ardiani kishte kaluar natën e mëparshme pa gjumë, duke rishikuar të gjitha detajet e planit, duke parashikuar argumentet përfundimtare, duke u përgatitur për mundësinë që propozimi i tij të refuzohej. 5 antarët e Këshillit kishin pasur kohë të mjaftueshme për të konsultuar ekspert, për të analizuar shifrat, për të vizituar komunitetet dhe për të përpunuar implikimet e ndryshimit të propozuar. Ardiani e dinte se vendimi do të ishte i ngushtë, por nuk mund ta parashikonte se cili do të ishte rezultati. Robert Aliu hapi seancën e votimit. Kolegë, të gjithë patët mundësinë të analizoni propozimin e ristrukturimit të paraqitur nga Ardiani. Tani do të procedojmë me votimin formal, tha Roberti, duke shpërndar flet votimi për secilin antar të Këshillit. Vota po do të thotë miratim i planit të implementimit gradual të modelit të zhvillimit gjithëpërfshirës. Vota jo do të thotë mirëmbajtje e modelit operacional aktual. Votimi ishte i fshehtë. Secili antar i Këshillit plotësoi fletën e tij dhe e depozitoi në një kuti votimi të improvizuar. Ardiani, Mimoza dhe bujari pritën në heshtje ndërsa Roberti numëronte votat. 3 vota po. 2 vota jo, njoftoi Roberti. Propozimi është miratuar me shumicë të thjeshtë. Ardiani ndjeu një lehtësim të pamas, por e dinte se miratimi i Këshillit ishte vetëm hapi i parë i një transformimi që do të kërkonte vite për t'u implementuar plotësisht. Mimoza buzëqeshi për herë të parë pas javësh dhe bujari i shtrëngoi fort dorën Ardianit. Tani fillon puna e vërtet, tha Ardiani me vete, duke parë nga dritarja e katit të 35 qytetin që ishte gati ta transformonte në një mënyrë krejtësisht të re. Në muajt në vijim, Krasniqi partnerët implementoi projektin e parë pilot në zonën e 21 dhjetorit, një kompleks rezidencial që përfshinte apartamente të fashave të ndryshme të ardhurash, hapësira komunitare, zona argëtimi gjithëpërfshirëse dhe një program punësimi që prioritizonte banorët lokal. Projekti u përball me rezistencë fillestare nga disa investitorë tradicional, por tërhoqi lloje të reja financimi, duke përfshirë fonde investimi të fokusuara në impaktin social dhe kredi qeveritare me interesa preferenciale për projekte me interes social. Mimoza mori plotësisht rolin e saj si drejtoresh e impaktit social, duke zhvilluar protokolle për konsultim komunitar, duke krijuar sisteme ndjekjeje për familjet e zhvendosura, duke vendosur partneritete me organizata lokale të asistencës sociale. Bujari u bë shpejt një zë i respektuar brenda kompanisë, duke marrë pjesë në të gjitha vendimet strategjike, duke ofruar perspektiva që drejtuesit e tjerë kur nuk i kishin konsideruar,
duke garantuar që çdo projekt të vlerësohej jo vetëm për fizibilitetin financiar, por për impaktin real njerëzor. Kompleksi i parë u inaugurua një pasdite me diell të tetorit, jo me një ceremoni korporative luksoze, por me një festë komunitare ku banorët e vjetër dhe të rinj përziheshin, ku fëmijët vraponin nëpër korridoret e reja, ku të moshuarit që ishin kthyer në apartamentet nga ku ishin zhvendosur vite më parë u tregonin histori fqinjëve më të rinj. Ardiani ishte në festë, por jo si biznesmeni i suksesshëm që vëzhgonte projektin e tij të fundit nga lartësia e zyrës së tij. Ai po shërbente pije freskuese për fëmijët, po ndihmonte të moshuarit të rehatoheshin në karrige, po bisedonte me familjet se si po shkonte përshtatja në apartamentet e reja. Për herë të parë në dekada, Ardiani ndjente se ishte në shtëpi. Jo për arkitekturën apo vlerën imobiliare, por për njerëzit përreth. Njerëz me emra, histori, dinjitet dhe shpresë. Zonja Mimoza ju afrua gjatë festës, duke vëzhguar lëvizjen përreth. Zoti Ardian, mund të them diçka, tha Mimoza, duke parë familjet e mbledhura në oborin qendror të kompleksit. Sigurisht, Mimoza, u përgjigj Ardiani, duke vënë re diçka të veçantë në zërin e saj. Jam krenare për ju, tha Mimoza thjesht, por me një emocion që Ardiani kur nuk e kishte dëgjuar nga dikush. Ishin fjalët që Ardiani i kishte kërkuar pa vetdije gjatë gjithë jetës së tij të rritur. Jo duar trokitje në mbledhje biznesi, jo njohje në çmime të sektorit imobiliar, jo artikuj në revista të specializuara. Ishte krenaria e sinqert e personit që e kishte rritur, që e kishte shoqëruar në udhëtimin e tij, që kishte pritur me durim derisa ai të zbulonte ndryshimin midis suksesit financiar dhe suksesit njerëzor. Ardiani shikoi përreth festës, duke parë zotin Bujar t'i shpjegonte një fëmije se si ishte të jetojë 40 vjet në një apartament të ngjashëm, duke parë Fatimen të bisedonte me fqinje të reja për receta keku, duke parë dhjetëra njerëz të rindërtonin jetët në hapësira që ishin projektuar për të përfshirë në vend që të përjashtonin. Ajo nuk ishte vetëm inaugurimi i një ndërtese. Ishte inaugurimi i një mënyre krejtësisht të re të Ardianit për të kuptuar rolin e tij në botë. 18 muaj pas inaugurimit të kompleksit të parë në 21 dhjetori, Ardiani ishte ulur në një karrige plastike në oborin qendror të projektit, duke marrë pjesë në një mbledhje komunitare mujore që ishte bërë traditë midis banorëve. Rreth tij, familje që ai tani i njihte me emër diskutonin përmirësime për zonën e lojrave të fëmijëve, organizonin një aksion për lyrjen e zonave të përbashkëta, planifikonin festën e qershorit që do të mbahej muajin tjetër. Ishte një enjte e zakonshme, por për Ardianin përfaqësonte diçka të jashtëzakonshme. Për herë të parë në jetën e tij të rritur, ai po merrte pjesë në një komunitet real. Jo duke komanduar mbledhje biznesi, jo duke marrë vendime të njëanshme, jo duke shpërndar urdhra për vartësit. Ishte thjesht duke qenë një zë më shumë në një kor njerëzish që ndërtonin së bashku zgjidhje për sfida të përbashkëta. Zoti Bujar, i cili tani mbante zyrtarisht postin e këshilltarit për zhvillimin komunitar të Krasniqi Partnerët, po moderonte mbledhjen me mençurinë e dikujt që kuptonte si nevojat praktike të banorëve, ashtu edhe mundësitë teknike të projekteve arkitektonike. Në moshën 71 vjeç, ai ishte bërë një nga zërat më të respektuar të kompanisë, i konsultuar në të gjitha vendimet e rëndësishme, i dëgjuar nga inxhinierët më me përvojë. Zonja Lirie, të cilën Ardiani e kishte njohur në vizitën e parë në kishë me Mimozën, tani jetonte në një apartament në katin përdes të përshtatur posaçërisht për nevojat e saj si përdoruese e karrocës. Ajo merrte pjesë aktivisht në organizimin komunitar, koordinonte grupe artizanati që shisnin produkte në një dyqan të vogël kooperativ të instaluar në katin përdes të ndërtesës, kujdesej për një kopsht komunitar që furnizonte me erza dhe perime disa familje. Fatimia kishte dalë nga shtëpia e pushimit 6 muaj më parë dhe tani zinte një apartament me një dhomë gjumi në të njëjtin kompleks, pranë qendrës shëndetësore që funksiononte në katin përdes 3 herë në javë. Ajo kishte rifituar kontrollin e diabetit të saj, merrte pjesë në grupe shoqërore për të moshuarit dhe ishte bërë vullnetare në programin e alfabetizimit për të rriturit që funksiononte në dhomat komunitare të ndërtesës. Mimoza ishte e pranishme në mbledhje, por jo si punonjësja e heshtur që Ardiani e kishte njohur për dekada. Si drejtoresh e impaktit social të Krasniqi Partnerët, ajo kishte zhvilluar një program ndjekjeje që ishte bërë referencë kombëtare në zhvillimin e banimit gjithëpërfshirës. Universitete nga i gjithë vendi dërgonin student për praktik me ekipin e saj, organet qeveritare konsultonin raportet e saj për formulimin e politikave publike, kompanitë të tjera të sektorit përpiqeshin të përsërisnin metodat e saj.
Transformimi i Mimozës kishte qenë ndoshta më mbresëlënësi nga të gjithë. Gruaja që për 34 vjet kishte punuar në heshtje absolute tani fliste në konferenca kombëtare, botonte artikuj në revista të specializuara, koordinonte një ekip prej 15 profesionistësh të përkushtuar ekskluzivisht për të garantuar që projektet imobiliare të përfitonin komunitetet në vend që t'i dëmtonin ato. Trajtimi i saj mjekësor ishte stabilizuar plotësisht. Me ndjekje të rregullt, mjekim të përshtatshëm dhe kryesisht me reduktimin e stresit të mbajtjes vetëm të peshës morale të kujdesit për njerëzit e marginalizuar, Mimoza kishte rifituar energji dhe gjallëri që Ardiani nuk e shihte tek ajo prej vitesh. Gjatë asaj mbledhjeje komunitare, Ardiani dëgjonte më shumë se sa fliste. Kishte mësuar se përvoja e tij e biznesit ishte e vlefshme, por se duhej të kombinohej me përvojat praktike të banorëve për të gjeneruar zgjidhje vërtet efektive. Anisa, nëna beqare 25 vjeçare që Ardiani e kishte njohur në Kish, tani merrte pjesë në programin e profesionalizimit që Krasniqi Partnerët kishte krijuar në partneritet me një qendër profesionale. Ajo po diplomohej si teknike ndërtimi dhe ishte punësuar nga vetë kompania si asistente projektesh. Djali i saj 4 vjeçar frekuentonte çerdhen komunitare që funksiononte në kompleks, një nismë që lejonte nënat punëtore të kishin ku t'i linin fëmijët pa pasur nevojë të paguanin shuma të papërputhshme me pagat e tyre. Diskutimi atë natë rrotullohej rreth propozimit për të instaluar një furrë buke të vogël komunitare në hapësirën tregtare që kishte mbetur bosh në katin përdes. Zoti Anton, ish sanitari 68 vjeçar që Ardiani e kishte njohur në vizitën e parë në Kish, ishte ofruar të koordinonte projektin. Ai kishte përvojë në pjekje, kishte punuar në një furrë gjatë rinisë dhe ishte i entuziazmuar me mundësinë për të kontribuar në komunitet në një mënyrë praktike dhe të dobishme. Ardiani dëgjoi propozime, sugjerime, shqetësime, zgjidhje kreative që lindnin nga njohuria kolektive e atyre njerëzve për nevojat e tyre. Kur i erdhi radha të fliste, ai ofroi mbështetje teknike dhe financiare për të realizuar furrën, por e bëri të qartë se vendimet për funksionimin, produktet, çmimet dhe administrimin do të merreshin nga vetë banorët. Pas përfundimit të mbledhjes, Ardiani eci nëpër zonat e përbashkëta të kompleksit, duke vëzhguar detaje që ishte mësuar t'i vlerësonte muajt e fundit. Fëmijë që luanin në korridore pa frikë, të moshuar që bisedonin në stola të shpërndar në obor, adoleshentë që studionin së bashku në një zonë të mbuluar që funksiononte si bibliotekë komunitare, familje të tëra që merrnin pjesë në aktivitete që krijonin lidhje të vërteta midis fqinjëve. Ajo arkitekturë nuk ishte më e sofistikuara që Krasniqi Partnerët kishte prodhuar ndonjëherë. Nuk kishte rifinitura luksoze, nuk impresiononte me inovacion teknologjik, nuk do të ishte kopertinë e revistave të dekorit. Por kishte diçka që asnjë projekt tjetër i kompanisë nuk e kishte arritur më parë, jetë komunitare reale, të qëndrueshme, të denjë dhe të gëzueshme. Mimoza ju afrua Ardianit ndërsa ai vëzhgonte një grup fëmijësh që organizonin një lojë në oborin qendror. Ardian, ke një minutë të bisedojmë, pyeti Mimoza, duke i treguar një stol më të rezervuar pranë kopshtit komunitar. Në muajt e fundit, Mimoza kishte pushuar së thirruri atë zoti Ardian në situata jo formale, një ndryshim delikat që reflektonte transformimin në marrëdhënien midis tyre. Por ende përdorte trajtimin formal kur donte të trajtonte çështje serioze lidhur me punën. Mimoza gjithmonë u përgjigj Ardiani duke ulur pranë saj në stolin që ishte instaluar nga vetë banorët duke përdorur materiale ndërtimi që kompania i kishte vënë në dispozicion. Doja të bisedoja për propozimin që morëm nga Bashkia e Tiranës, tha Mimoza, duke ju referuar një ftesë që kishin marrë javën e kaluar për të zhvilluar një projekt pilot rinovimi urban në një zonë qendrore të qytetit që prej dekadash ishte e degraduar. Ardiani e dinte se propozimi përfaqësonte një mundësi të madhe për kompaninë. Ishte një projekt me vizibilitet të lartë, me potencial për impakt social të rëndësishëm, por edhe me sfida teknike dhe politike komplekse që do të testonin gjithçka që kishin mësuar në 2 vitet e fundit. Çfarë mendon ti, Mimoza? Pyeti Ardiani, sepse kishte mësuar se analizat e Mimozës për fizibilitetin social ishin po aq të rëndësishme sa analizat financiare tradicionale. Mendoj se jemi gati, zoti Ardian, u përgjigj Mimoza, duke parë lëvizjen e kompleksit përreth tyre. Kemi protokolle të vendosura, një ekip me përvojë, partneritete të forta me organizata komunitare dhe kryesisht kemi kredibilitet. Njerëzit na besojnë sepse kanë parë se e mbajmë atë që premtojmë.
Ardiani tundi kokën në shenjë pohimi, duke ndjerë një besim që vinte jo vetëm nga treguesit financiar pozitiv, por nga rezultatet njerëzore të matshme që kishin arritur në projektet e mëparshme. Në 2 vitet e fundit, Krasniqi partnerët kishte implementuar 5 projekte duke ndjekur modelin e zhvillimit gjithëpërfshirës. Secili ishte përballur me sfida specifike, secili kishte kërkuar përshtatje në protokolle, secili kishte mësuar mësime që përmirësuan projektet e ardhshme. Por të gjithë kishin përmbushur 2 qëllime themelore, fizibilitet financiar dhe impakt social pozitiv. Kompania kishte mbajtur një rentabilitet në fashën e 18%, pak më poshtë se objektivi tradicional i sektorit, por me shumë më tepër stabilitet dhe parashikueshmëri. Projektet kishin tërhequr financime qeveritare me interesa preferenciale, partneritete me fonde investimi të fokusuara në impaktin social dhe kryesisht, një kërkesë të vazhdueshme nga familjet që donin të jetonin në projekte që prioritizonin cilësinë e jetës komunitare. Më e rëndësishmja, kompania kishte zhvilluar një reputacion që hapte dyrë në vend që të krijonte rezistencë. Komunitetet kërkonin Krasniqi partnerët për të propozuar projekte, lëvizjet sociale rekomandonin kompaninë te organet qeveritare, universitetet përdornin metodat e tyre si shembull të praktikës më të mirë në zhvillimin urban të qëndrueshëm. Ardian, mund të tregoj diçka që nuk ta kam thënë kurrë, pyeti Mimoza, me një shprehje që përziente nostalgjinë dhe kënaqësinë. Sigurisht, Mimoza. Gjatë gjithë këtyre viteve që kam punuar në shtëpinë tënde, gjithmonë kam ëndërruar që një ditë ti do të zbuloje se ka mënyra për të qenë i suksesshëm që nuk lëndojnë njerëz të tjerë, tha Mimoza, duke vëzhguar fëmijët që vazhdonin të luanin në obor. Unë kurrë nuk e humba shpresën se ti do të kuptoje se kujdesi për njerëzit mund të jetë fitimprurës, se të bësh mirë mund të jetë inteligjente. Ardiani ndjeu emocion të sinqert në këto fjalë. Mimoza kishte mbajtur shpresë për të gjatë dekadave, edhe kur ai vetë nuk besonte në mundësinë e ndryshimit. Pse nuk hoqe dorë kurrë prej meje, Mimoza? Pyeti Ardiani. Sepse unë të kam rritur, zoti Ardian, u përgjigj Mimoza thjesht. Të kam parë të rritesh, të kam parë të transformohesh në një biznesmen të suksesshëm, por gjithashtu kam parë se në thelb ti gjithmonë ke qenë një person i mirë. Vetëm duhej të zbuloje se si të ishe i mirë dhe i suksesshëm në të njëjtën kohë. Atë natë, Ardiani u kthye në apartamentin e tij në blok, por për herë të parë pas vitesh, nuk u ndjej izoluar në apartamentin e tij luksoz. Marrëdhëniet që kishte ndërtuar në 2 vitet e fundit kishin krijuar një rrjet lidhjesh njerëzore që e shoqëronin edhe kur ishte fizikisht vetëm. Ai kishte numrin e telefonit të zotit Bujar dhe i telefononte për të biseduar për projekte, por edhe për futboll, për nipat, për kujtimet e qytetit. Kishte kontakt të rregullt me Fatimen, e cila i dërgonte mesazhe duke i treguar të reja nga jeta në kompleks, duke ndar foto të kopshtit komunitar, duke e ftuar për dreka të dielave që mbaheshin në sallën e festave. Ardiani kishte zbuluar se pasuria e vërtet nuk matet me atë që zotëron, por me sa njerëz interesohen sinqerisht për mirëqenien tënde. Dhe për herë të parë në jetën e tij të rritur, ai ishte i rrethuar nga njerëz që e njihnin jo për atë që kishte, por për atë që kishte zgjedhur të bëhej. Në fundjavën pasuese, Ardiani mori pjesë në festën e qershorit të kompleksit në 21 dhjetori, një ngjarje që ishte bërë tradicionale dhe tërhiqte jo vetëm banor, por familjar, miq dhe fqinje nga lagje të tjera. Mimoza kishte koordinuar organizimin së bashku me një grup banoresh, Bujari kishte ndihmuar të ndërtonte stendat duke përdorur materiale që kishin mbetur nga punimet, zoti Anton kishte përgatitur raki të zier me një recetë që e ruante prej dekadash. Ardiani nuk ishte biznesmeni i shuar që merrte pjesë në një event bamirësie për të dalë në foto promocionale. Ai po ndihmonte të shërbente ushqim, po luante me fëmijët, po kërcente valle popullore me të moshuara që e trajtonin si nik të dashur, po merrte pjesë sinqerisht në një festë komunitare që ai kishte ndihmuar ta bënte të mundur. Gjatë festës, Ardiani pati një bisedë që përmblodhi në mënyrë të përsosur transformimin e tij personal. Zoti Ardian, mund të bëj një pyetje, tha zonja Roza, një zonjë 62 vjeçare që jetonte në kompleks dhe ishte bërë mike e ngushtë e Mimozës. Sigurisht, zonja Roza. A ishit i pasur para se ta ndërtonit këtë pallat? Pyeti Roza, me kuriozitetin e sinqert të dikujt që ende po kuptonte se si ai projekt ishte bërë realitet. Ardiani qeshi, duke kuptuar thellësinë e pyetjes. Kisha shumë para më parë, zonja Roza. Por nuk isha i pasur, u përgjigj Ardiani, duke parë përreth festës, duke parë fytyra njerëzish që i njihte me emër, që shqetësoheshin për të, që ndanin gëzime dhe vështirësi me transparencë. Tani jam i pasur vërtet.
6 muaj më vonë, Krasniqi partnerët kishte marrë përsipër projektin e rinovimit urban të Bashkisë së Tiranës, një operacion që do të transformonte një zonë të degraduar të qendrës së qytetit në një kompleks banimi të përzier që do të përfshinte apartamente të fashave të ndryshme të ardhurash, hapësira tregtare për sipërmarrës lokal, zona bashkëjetese komunitare dhe shërbime publike të integruara. Ardiani ishte në kantier një mëngjes me diell të dhjetorit, jo duke mbikëqyrur nga larg, por duke punuar së bashku me inxhinier, arkitekt dhe kryesisht me banor të zonës që ishin punësuar për të marrë pjesë në ndërtim. Ai mbante kask, çizme sigurie dhe kishte duart e pista me çimento si çdo punëtor tjetër i kantierit. Mimoza arriti në kantier duke mbajtur një termos me kafe dhe një kek që e kishte bërë në kuzhinën komunitare të kompleksit në 21 dhjetori. Ajo kishte zhvilluar zakonin të sillte kafe pasdite në kantiere, një gjest i thjeshtë që forconte marrëdhënien midis ekipit teknik dhe punëtorëve lokal. Bujari po i shpjegonte një grupi inxhinierësh të rinj se si familjet që jetonin në zonë prej dekadash mund të kontribuonin në projekt me njohuri për infrastrukturën lokale, modelet klimatike, nevojat specifike të komunitetit. Në moshën 72 vjeç, ai ishte bërë mentor i profesionistëve që ishin 40 vjet më të rinj, por që njinin mençurinë e tij praktike për zhvillimin urban gjithëpërfshirës. Gjatë kafes së pasdites, Ardiani mori një telefonat nga Robert Aliu, i cili telefononte nga Zyra me lajme të rëndësishme. Ardian, sapo morëm rezultatin e vlerësimit të pavarur që bashkia porositi për projektet tona të 2 viteve të fundit, tha Roberti me kënaqësi të dukshme në zë. Jemi klasifikuar si referencë kombëtare në zhvillimin e banimit të qëndrueshëm. Dhe më e rëndësishmja, kemi marrë ftesa për projekte të ngjashme në Durrës, Vlorë dhe Shkodër. Ardiani i dëgjoi lajmet duke ndier krenari, por një krenari ndryshe nga ajo që përjetonte me arritjet tradicionale të biznesit. Ishte krenaria e të diturit se puna e tij po përmirësonte jetë reale, se kompania e tij ishte bërë një instrument i drejtësisë sociale në vend të një instrumenti përjashtimi. Kur e mbylli telefonin, Ardiani shikoi përreth kantierit të ndërtimit duke parë punëtor lokal të ndërtonin banesat e tyre të ardhshme, duke parë familje që merrnin pjesë aktivisht në planifikimin e hapësirave që do të zinin, duke parë një operacion zhvillimi urban që përfshinte në vend që të dëbonte, që shtonte në vend që të hiqte. Mimoza ju afrua, duke i sjell një filxhan kafeje të nxehtë. Zoti Ardian, mund të them diçka, tha Mimoza, duke përdorur tonin e dashur që kishte zhvilluar muajt e fundit. Gjithmonë, Mimoza. Kur fillova të punoja në shtëpinë tënde, isha një e re që sapo kisha dalë nga ushtria, pak e humbur se çfarë të bëja me jetën, tha Mimoza, duke parë lëvizjen e kantierit. Ti ishe një adoleshent që kishe humbur nënën dhe po përpiqeshe të kuptoje se si të ishe i rritur në një botë që dukej e ftohtë dhe e komplikuar. Ardiani dëgjoi në heshtje, duke kuptuar se Mimoza po bënte një bilanc emocional të dekadave të bashkëjetesës. Gjatë gjithë këtyre viteve, ne jemi rritur së bashku. Unë mësova të kujdesem për shtëpinë, ti mësove të kujdeseshe për bizneset. Unë u bëra një grua e fortë, ti u bëre një burr i suksesshëm, vazhdoi Mimoza. Por vetëm në 2 vitet e fundit ne mësuam të kujdesemi për njerëzit vërtet. Ardiani tundi kokën në shenjë pohimi, duke njohur saktësinë e analizës së Mimozës për udhëtimin që kishin ndarë. Mimoza, dua të falenderoj që ke pritur kaq gjatë që unë të rritesha emocionalisht, tha Ardiani. Ti mund të kishe hequr dorë prej meje, mund të kishe kërkuar një punë tjetër, mund të më kishe lënë të zbuloja vetë se suksesi financiar nuk është e njëjta gjë me suksesin njerëzor. Mimoza buzëqeshi me butësinë amënore që Ardiani kishte mësuar ta vlerësonte muajt e fundit. Zoti Ardian, nëna nuk heq dorë nga fëmia. Dhe unë gjithmonë kam qenë pak si nëna jote, edhe pa e kuptuar ti, u përgjigj Mimoza, duke i rregulluar kaskën me kujdesin e dikujt që kujdeset për dikë të dashur. Unë gjithmonë e kam ditur se një ditë ti do të zbuloje se të bësh mirë është shumë më shpërblyese se sa thjesht të fitosh para. Atë pasdite, kur Ardiani u kthye në shtëpi pas një dite pune në kantier, ai kuptoi se për herë të parë në dekada nuk po llogariste fitime, nuk po planifikonte zgjerime biznesi, nuk po parashikonte hapat e ardhshëm për të akumuluar më shumë pasuri materiale. Po mendonte për familjet që pas disa muajsh do të shpërnguleshin në apartamente të ndërtuara me pjesëmarrjen e tyre të drejtë për drejtë. Po imagjinonte fëmijët që luanin në oborret që ishin projektuar posaçërisht për të stimuluar bashkëjetesën komunitare.
po parashikonte festat që do të mbaheshin në sallat komunitare, mbledhjet ku banorët do të merrnin vendime kolektive për përmirësime në kompleks, miqësitë që do të lindnin midis fqinjeve që do të ndanin jo vetëm afërsinë fizike, por vlerat e bashkëpunimit dhe solidaritetit. Ardiani më në fund kishte zbuluar ndryshimin midis ndërtimit të pronave dhe ndërtimit të komuniteteve, midis gjenerimit të fitimit dhe gjenerimit të impaktit, midis të qenit i suksesshëm financiarisht dhe të qenit i suksesshëm si qenie njerëzore. Në natën e inaugurimit të kompleksit të ri të banimit, që do të mbahej 3 muaj më vonë, Ardiani nuk do të vëzhgonte nga lartësia e katit të 72 të ndërtesës korporative. Ai do të ishte në katin përdes, duke biseduar me banorët, duke ndihmuar të organizojë festa, duke marrë pjesë në jetën komunitare që kishte ndihmuar të ndërtonte. Dhe për herë të parë në jetën e tij të rritur, Ardian Krasniqi e dinte saktësisht se ku ishte vendi i tij në botë, jo mbi njerëzit, duke vëzhguar nga larg, duke kontrolluar nga lart, por midis njerëzve, duke marrë pjesë nga afër, duke ndërtuar së bashku. Pasuria që ai kishte zbuluar në 2 vitet e fundit nuk mund të llogaritej në tabela financiare, nuk jepte dividend bankar, nuk impresiononte konkurrentët apo investitorët. Por ishte një pasuri që rritej me çdo bisedë të sinqertë, me çdo problem të zgjidhur kolektivisht, me çdo fëmijë që rritej në siguri, me çdo të moshuar që plakej me dinjitet, me çdo familje që rindërtonte shpresën në një shtëpi të fituar përmes punës dhe jo bamirësisë. Ishte pasuria e të qenit vërtet pjesë e një komuniteti. Pasuria e të diturit se puna e tij përmirësonte jetë reale. Pasuria e të pasurit njerëz të sinqertë që interesoheshin për mirëqenien e tij jo për interes, por për afeksion të vërtetë. Ardiani kishte mësuar se masa e vërtetë e një jete të suksesshme nuk është sa akumulon, por sa ndan. Jo sa projekte ndërton, por sa jetë transformon pozitivisht. Jo sa lart arrin vetëm, por sa njerëz arrin të ngresh së bashku. Natën e fundit para inaugurimit, Ardiani ishte në apartamentin e tij në blok, por nuk ndihej vetëm. Telefoni i tij binte vazhdimisht me telefonata nga banorët që i tregonin përgatitjet e fundit për festën, nga punëtorët që ndanin krenarin për projektin e përfunduar, nga Mimoza që i raportonte detajet e organizimit komunitar. Ardiani shikoi nga dritarja panoramike, duke parë Tiranën të shtrihej pafundësisht para tij, por tani ai nuk shihte vetëm një hartë mundësish investimi. Ai shihte një qytet plot me njerëz me nevoja, ëndra, potencial për të ndërtuar komunitete të vërteta nëse do të kishin mundësi të përshtatshme. Dhe ai e dinte se kishte gjetur misionin e jetës së tij, të ishte një instrument i transformimit social përmes zhvillimit urban gjithëpërfshirës. Jo për detyrim moral apo përgjegjësi sociale korporative, por sepse kishte zbuluar se të bëje mirë ishte mënyra më shpërblyese për të jetuar. Ardiani më në fund kishte kuptuar se suksesi i vërtet matet me jetë të përmirësuara, jo me fitime të akumuluara. Me marrëdhënie autentike, jo me arritje individuale. Me komunitete të forcuara, jo me perandori të ndërtuara. Për herë të parë në 55 vjet jetë, Ardian Krasniqi ishte sinqerisht në paqe me veten. Të dashur dëgjues, shpresojmë që transformimi i Ardianit, Mimozës dhe Bujarit t'ju ketë prekur thellësisht zemrat. Kjo histori mbi rizbulimin e humanizmit në mes të suksesit material na kujton se pasuria e vërtet qëndron në lidhjet e sinqerta që ndërtojmë dhe në impaktin pozitiv që gjenerojmë në jetën e njerëzve përreth nesh. Nëse ky rrëfim zgjoi reflektime tek ju për vlerat dhe prioritetet tuaja, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe ndani në komente se cili moment ju emocionoi më shumë. Çdo ditë sjellim histori që eksplorojnë kompleksitetin e shpirtit njerëzor, që tregojnë se si dëmshuria mund të transformojë jo vetëm jetë individuale, por komunitete të tëra. Çdo histori është një ftesë për të parë përtej dukjes dhe për të zbuluar bukurinë e transformimit të vërtetë. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë rrugët që na kthejnë te humanizmi ynë më i thellë.